Dhe ja ku jemi bashkë, dashur miq, unë e paralajmërova në fillim të emisionit temën cilën do ta trajtojmë sot, të ftuarit e mi, të cilët padyshim që kam një nder, një kënaqësi të madhe dhe mbi të gjitha një përgjegjësi të lartë që jem përballë tyre dhe të bëj pyetje ndoshta më shumë emocionale se sa profesionale, sepse pjesa që ata do ndajnë sot me neve, kontributi i tyre, puna që ata kanë bërë në një kohë pa kushte, në një kohë pa siguri, në një kohë ku çdo gjë ishte më afër vdekjes se sa jetës, ata vendosën që të rinë këto, të kontribuojnë këto dhe këtë njohuritë e tyre t'i shkrinë në nevojat e shtetarëve tonë. Mjek të shumt, infermierë të shumt, mami të shumta, të cilat ndoshta edhe ishin në fillimet e para të profesionit, ndoshta ishin edhe gjatë studimeve, ndoshta vetëm sa kishin filluar njoftohen me profesionin e tyre, por dashnia e madhe, vullneti i madh, edhe trimnia e madhe, ishte ajo që mbizotroi në komplet karakterin e tyre, që të vendosen, që të qëndrojnë pranë familjarëve, pranë qytetarëve, pranë ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pranë gjithë atyre që patën nevojë për një dorë shëndetësore. Është shumë me fat që shumë prej tyre jetojnë dhe tregojnë këtë vepër. Patjetër që jemi krenar dhe përulemi para gjithë atyre që nuk ja dalën, që ranë hero të kësaj lufte, që me mantillin e bardhë të tyre të gjakosur nga pacientët, u dorëzuan dhe shkuan bashkë me pacientët e tyre për shkak të luftrave të egra që ndodhen gjatë sidomos vitit 99 në Kosovë. Me respekt i nderojmë kujtimet e tyre, me respekt i nderojmë familjarët e gjithë atyre që humbën jetën dhe padyshim sot jemi mbledhur këtu me disa prej atyre që unë i përmenda. Ka shumë mjek, ka shumë infermierë, ka shumë mami që kanë kontribuar e që sot ne 6 vetë këtu në studio do t'i përfaqësojmë në një farë mënyre gjithë ata që kanë dhënë diçka për lirinë e Kosovës. E padyshim për secilin familja jonë është e hapur, për secilin ka vend, për rrëfimin e secilit kemi kohë, e kemi dashni të madhe me ndëgju, e padyshim që jemi krenar për secilin rresht të fjalive që thuhet nga goja atyne. Unë i përmenda edhe të ftuarit e mi për sot, të cilët në një mënyrë apo tjetër kanë kontribuar që ne sot jemi bashkë këtu. Do doja fillimisht ju uroj mirëseardhje të gjithëve. Është shumë kënaqësi e madhe që kem studio. Janë fjalët ato që nuk e përshkruajnë shpesh në një emocion ose një prezantim, po mundova pak në disa rishta me përshkru punën. Unë do doja që emisionin e sotëm ta filloja me doktor Agronin. Para se të fillonim emisionin, unë ja thash doktor Agronit, po më duket se i pas ke 100 vjet dhe nuk bëna i gare me këta, sepse rrëfimi yt është aq emocional, aq sfidues, sa që me të vërtetë sot ti je këtu pranë neve, po na mendojmë që ke një jetë të tonë që ke kontribu për vendin. Shumë kënaqësi me të pas studio, doktor Agron. Jenë mirë edhe mua që këti. Po që unë si mjek kom fillu në Staritërg me minator me punu mjek i proks përgjithshme, kom punu 13 vjetë, kom qenë edhe pjesë e greve së minatorve, mjek i minatorve. Mandej, qysh prej asoj kohë kom pas një para ndjenë që diçka ka me ndodhë me kitë Kosovë. Mas ngjarjeve të minjerës, kur filloj erdha i fundi, kishim një sasit madhe të barnave, këto që na i kishin pru nga jashtë, edhe me ata teknikët e mi bisedova, thash tim lidhim na qatë mund në barna dhe tim shefim bajgortin një teknik, me thos, dikon 7-8 thos barna i kina që antibiotik, analgetik, plotësene. I patëm shef taj nër tokë. Tash më kësi erdhë koha kur veç filloj lëvizja e UÇK-së, ato në shale, në Mitrovic, më kësi u qelë spitali Sami Beqiri, ku i jepi popullatës ndihma, po se shumë pi mjekve, teknikve, infermierve u qitën pi pune, atër fuksinoj ke dhe nana Terez, një pjesë barnave qova në atë spital aty. Ish doktor Bajram Rezgjepi, ndjeri si dhe u dheqke. Mande në shalë, kur filloj lufta, unë nisa mi qu barnat në shtabin e UÇK-s në shalë, atë jem mi u dhonë ato barna, të shku autobusi dikun të fshati Mazhi, që është një gjami e renume, nalen autobusin edhe pohin policia edhe përna isha ato, tha, ku përshkoni me këto barna? Tash unë jam mjek në Staritërg edhe piqoj në ambulantën e barës, se adin që janë në nëziri.
E pse as kanë, tha shumë, na kanë informu që ti qojmë. Edhe na vazhdum rrugën, shku mu lidhe me këta të ushtrisë, ju lam banat edhe u këthym. Po dhe më ka pas momente, po që thatë edhe ma herët s'kem ditë qka është më tutë. Dy që shvike një farforce që s'menojshen në vetë vetën. Ma ndë ishtu kom vazhdu si mjek në staj tërgë se i paten largu minatorët e punëtorët me tënë pa vizita mjekësore, vishin aty, i këqyrësha Marë Shabana nga nëna Terezë në sasit mëdhaja, i kontrollojsha dhe ju shpërndojsha ato ushqim thmive e kretë. Mande ju aktivizova edhe në isha nëzënë si doktor shpetimit të ndjerit, e me to kështu fillum atë aktivitetin në thërshin në për kër kish nevoj ushtria për mjek, shkojshim ka 2-3 dit, deri në momentin kur në kanë zonë Luzhan, një ekip mjekve na ishim njësa tëre me ndru ekipën e doktor Këqen. Në atë kohë aty i angazhum, po neve në nalën në Luzhan edhe që aty në maltretun deri ka ora 4-5, një kun ka ora 11, para dite në kanë zonë. Edhe kime hongër qasi dajake, që kur kom shku në shpe, njerë kena shku në Terezë, mu ka dhonë ndima e parë se kisha lëndimet mdhaja. Gjak derdhje, edhe pe atyt me kere në ndime shpet, ka që vëzici në Ulpion, vi që kom thonë shohë që s'largoj thmit më së më shohin, edhe qëto. Ka vazhdu jeta, kom najtë krejt luftën aty, të pritë se më s'ka nevoj prap në athirin. Edhe mas që ati dajake që po e të regon ti prap, mas se e ke marrë vetin, prap je këthy në... Atë natë fillu bombardimet dikun ka ora 8, asa ka qenë edhe në pegzimit më shumë kom të urdzoha se kësha lëndim të kamës e trupit. Po qa që ukzoha që po bombardojnë, so s'bedojsha këto tjera sene që po ndodhin. Një krahi djath të mjekve, si në luft, si mas luftës, si çdo herë është infermierja. Edhe unë shumë kam knasin, njihemi ka herë zonja Fetie, po roli infermierit me të vërtet është qetek. Edhe doktori pa juve s'munet, as pacienti pa juve s'munet. Dhe po ashtu edhe ju si doktor Agroni keni pas, po e thamë fatin e mirë që me kontribu për popullin e Kosovës, gjatë kohës kur ndoshta e ka në moshën e re dhe u dash me u kujdes për jetën tënde, ti ke vendos me u kujdes për jetat e tjerëve. Shumë e vërtet ato që e the, faleminderit për ftesës pare. Shumë knatë. Vërtet që është shumë me rëndësi ti jesh një infermiere, po dhe ti ofroj shëndim popullatës. Unë prap duna me cek edhe, pse kom cek edhe ma parë, kur fillova me punu në vitin 75 infermiere, më bërcull baba deri në klinikë edhe më tha, tash po hyn me punu me të smut në atë zhankonin e ti, ta edhe dush me qenë shumë e kujdeshme, gjithmonë me busqesh para tyne. Tash qysh me busqesh nëse jo me lodhë, nëse jo me mërzitën. Lodhjen mërzita dush me lanë mrapa edhe për para. Edhe vërtet, pacienti e dën atë busqeshje, ajo i ofron ma tepër ngrohtësi, ma tepër siguri që është në durët e personelit shëndetësor në atë institucion apo kudo që gjendem edhe në kujdesin parsor shëndetësor. Kështu që me të vërtet është një pozitë shumë e mirë si infermiere, normal pa bashkëpunu me mjekun, as atëherë, as tash, nuk është punë ekipore. Absolutisht. Janë hartu dhe ato strategji dhe për tash, por që infermierja me përvojën e saj mund të pregadit një pacient që t'ja lehtësoj mjekut diagnostifikimin dhe trajtimin sa ma shpejt për një pacient që është në gjendje, më thonë në dorë tona që kërkon ndihmë. Si infermiere kemi kontribu, jo vetëm unë, po të gjithë në mënyra të ndryshme, aty ku janë gjindë ato kolegët e mia, kolegët, me një përvoj atëherë kur në largun nga puna vitin 1990 me 17 shtator, isha me përvoj 15 vjeqare, thash që ka bëj, unë e tash pa punë. Fillova me ofru ndihmë, terapi në për shtëpi, se s'kishin edhe levizjet e tyne kishin të kufizume, se s'kishin guxim me dalë me shku në institucione, as libreza, as kur gjade, gjithmonë të i ofru, të tregu një një tjetër që nëse ka nevoj për ndihmë, jemi të gatshëm, unë dikush tjetër në më varësish për ilagjës, i njoftojshëm kolegët tanë dhe i ofrojshëm ndihmë. Me kohën,
fatmirësisht erdhe dhe faktori ndërkombëtar në vitin deri atëherë pra kështu në për familje, në për ndihmat që ju japshëm. Edhe u punësova me një organizatë, Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve, dhe në krye të asaj organizate ka qenë doktoresha Sevdije Vjosa Dobruna, zonja Sevdije Ahmeti, edhe misioni ynë ishte që t'i ofrojmë, të kem qasjet e nanat e posalindura, që t'u japim këshilla, sepse posalindçin ato, edhe në shumica e tyre kanë lindë edhe në përshpi, po edhe në Nan Terezë. Ne i merrnim ato informata dhe shkoshim në mbarë Kosovën, kemi pas 760 raste për një vetë që kanë lindë, ju kemi ofru këshilla. Besoni, vetëm një fëmijë që ka lindë me tmeta kongenitale, ai nuk ka pas fat që mbijetoj, për ndryshe të tjere të gjitha ato këshilla, jo vetëm pse i kanë marrë vetë ato nana edhe i ftojshëm edhe antarët e familjes, po i kanë tirë edhe rrethinën, e kemi një nuse që ka lindë, le t'i ndëgjon këto këshilla se ushqimi me gji është më i sigurt, për shkak se mos qasjes në institucione shëndetësore apo me trajtu një mënyrë tjetër. Kështu që përvoja shumë të kom në teren, edhe gjatë mandej në 98 fillum me organizatën e International Medical Corps, IMC, me Dr. Valdetin, ekipe, u formu me ekipet, atëherve që situata filloj të keqësohet, ofenzivat edhe më të rënda, e kemi pas, unë të me kom pas atë fat, që më dhajo mundësi t'jem pranë popullatës me ato kushte, me ato ndihmat që na kanë pru dhe ndërkombëtar të jemi ofru në familje, në lagje, në fshatra që kudo që kanë pas nevojë. E tha doktor Agroni ma herët që nuk kemi ditë me u frigu, ndoshta sepse kemi pas një mision. Kur dilje prej shtëpisë çdo ditë, qofshin familja e ngushtë, qofshin prindrit, si e përjetonin, se dishin që po e themin gjuhën e popullit ngoj tujkut? Vërtet, i kom 3 fëmijë, besoni, mëngjes i përqafsha të tret, e mendojsha, si kom e kalu ditën prej përvojave ma pashme. Edhe thojsha, a do t'i shoh ajo, a kthemi? Në teren, nuk disha kush jam, asë mbiken men që kam familja, që kam dikën tjetër, kush jam, çka jam. Po me gjithate prap ndihem shumë krenare, edhe normal që më kam mbështetë edhe buri, familja, me qëndru me fëmijë, po unë me qenë afer popullatës që kanë pësu shumë, kanë vujtë shumë nga ajo lufta atëhershme. Zonja Sevdije është në një kohë kur shuhe jeta çdo minut, po ashtu lindke një jetë e re. Edhe nëse ka pas lot që u humbën disa antarë, ka pas edhe lot gëzimi që erdhë një fëmijë në jetë. E je ndër shumë mami që ke kontribuar dhe të kjo pjesë ku gratë kanë lindë në luftë, në mal, në maternitetin, në kushtet cilat kanë met. A mundesh pak më na kujto? Po, unë jam mami prej vitit 1981, klinikën obstetrike ginekologjike, Prishtinë. Edhe aty për 9 vite kom punu, do me thonë mami, deri në 90-ën, kur na largun nga klinika, okupatori sërb. Prej vitit 90, do me thonë, kur mbeta e pa punë, atëherë nuk e kom pas veç rolin e mamis, por kom pas edhe rolin e infermieres. Edhe jo mundue, si që tha edhe motra Fetije, në për shtëpia. Aty ku e dishin njerëzit që jam une që muj me ju ofru ndim në thirëshën edhe shkojshëm në për shtëpia. Edhe nuk ish edhe aq let, edhe atëherë ish rrezik, se une isha e largume nga klinika për okupatorit, tani me shku në për shtëpia, por dëshira për t'ju ndihmue njerëzve, edhe duke e ditur se ata tani veç kishin frikë të shkojnë në për institucionet shtetërore. Atëherë në vitin 1992, Dr. Ganiu Indjeri organizoi një grup të punëtorëve shëndetësor, mjekë dhe infermiere mamia, që t'jemi në një vend ku populata do të den edhe të marrë shërbimet, gjitha ato shërbime janë ofruar falas. Kështu që lufta ka qenë për neve prej atë ditë kur na kanë larguar nga puna, edhe ka vazhduar derisa në qershor të vitit 1999, kur
veç jemi këthyje në për tani në Kosovë, jemi këthy prej Bllacës në Kosovë. Edhe atëhere në shërbimin shëndetësor në Anës Terezë organizoheshin ambulanca në për gjithë Kosovën që të ofrohet ndihma gjithëve, barë në ato gjithaj kemi pas materialin sanitar, gjithaj kemi pas për organizatave të huaja që kanë ardhë, kemi pas mjaft material, mandej kur filloj veç haptazi lufta edhe dul në skenu që këja, atëherë Dr. Ganiu Indjeri organizoj ekipet mobile me mjek, me infermierët të shërbimit shëndetësor në Ana Terezë, në ndër ato ekipe, do më thonë, kam qenë edhe one. Vështirësit i kemi pas, kur kemi dalë në përpos bloqe, na kanë dalë një rast isha une me një kolege, kur na nalën policia në Komoran, edhe i thanë, Dr. Ganiut, këto 2 motra du të me lanë këto, se nuk kanë diploma, s'kanë kur gjohë, dhe nëse dina që këto janë motra, atëherë kemi qenë me UNICEF-in, Flaka Suroj, dule dhe foli me ta dhe ju tha që këto janë motra, të aki diplomen që je polic, atëherë në lejun edhe kalum edhe shkum, u kallëshin fshat në atë malet e Berishës e këto, në ata që të dashke me shku prej fshatit të në fshat, me ndihmu popullatës. Më kujtohet mirë edhe doktor Shpëtim Robaj, kemi qenë me njëherë, ndoshta s'ka pas as 200 metra larg, kur thanë ra doktorin Mina, dhe kështu. Ka pas shumë. Kanë pjesë e ekipit, kur bashkë ditën kur doktor Shpëtim Roba e ka ra me doktor Ilirin, kanë ranë Mina, na kemi qenë një fshat tjetër, ata një fshat tjetër. Kështu këtheheshim të mramje mandej, vishëm në ambulant në Anës Terezë. Atëhere përgadit shumë materialin që na u dashke me shku në teren, përgadit shumë materialin për spitalet e ushtrisë çlirimtare, në për paketa aktivistat vishin i marshin, kështu që ka pas mjaft skena, mjaft gjana që në mendjen tonë janë shumë të rana, por kur kujtohemi, me të vërtet e kemi shumë vështirë, edhe tash, kur i shofëm që janë të lirë, kanë mundësi të punojnë, kanë mundësi, me të vërtet na vjen keq ka një herë që në ato kushtet vështira jemi mundu aq shumë, e tani të shofëm diçka që mos të shkon mirë. Unë personalisht ndihem shumë keq, edhe ndihem shumë, a thua pse, na, por me siguri dëshira ka qenë e madhe, që Ceka thash që prej vitit 90, kur jemi larguar nga puna, aty ka qenë lufta, edhe të gjithë jemi munduar me profesionin tonë, me punën tonë, të kontribuojmë edhe dalim deri të fitojmë, do me thonë, asnjë nuk e kemi ditë sa ka me zgjatë, gjithë kemi mendu që për 1 muaj, 2 muaj do të kthehemi në vendet punës, por ajo nuk ndodhi. Por s'u dorëzuat asnjëherë? Po asnjëherë nuk kemi dorëzuar edhe mundohemi edhe sot sa të mundemi të kontribuojmë derisa të na lënë shëndeti. Shpresoj të keni shëndet, edhe sinqerisht është për të vlerësuar edhe emocioni që sapo përjetua dhe në dhatë neve është humbje madhe. Unë e përmena dhe në fillim që shumë kolegë tuaj nuk ja dolen, por na kanë bërë shumë krenare dhe na kanë bërë me gëzu lirin sot neve. Doktor Valdet, po ashtu një prej mantelbardhve që në luft nuk u trembe asnjëherë dhe shkove aty ku kishte nevojë. Fillimisht faleminderit për ftesën. Sigurisht se për këto 27 vjet është hera e dytë që kom folë, që kom qenë pjesë e ndihmës së popullatës, për dhe ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për çka ndjehem shumë krenare dhe këtë pjesë e kam pjesën më të mirë të jetës time. Përkundër asaj se kam shërbyer edhe në misione tjera jashtë vendit, po kjo është pjesa ku i kam shërby popullit tem. U përmend disa herë shoqata humanitare në Ana Terezë, unë si mjek realisht me diplomë nga Sarajeva, Indjeri
doktor Ganiu filloj me mbo hajgare, tha qysh po vjen dhe punu nën Teres kur ti e ki diplomën valide. Kuptohet se këto ishin batuta dhe format shprehjes mlefit ndaj atyre që i kishin largu kolegë tonë nga puna, edhe në një mëngjes më thirr një kolegë që tani gjendet në Gjermani, është mjek, është kirurg, neurokirurg, dhe më tha me vajzën e axhës ti, a mund të shkoj t'ju jap shërbim në fshatin Majac, këtu afër Podujevës, ushtarëve, me që kanë edhe ushtarë të lënduar. Kuptohet me shumë knatësi, po unë nuk e disha se formën se si do të shkoj. Keni parasysh se unë e kisha edhe vllaun në ushtarë në Koshare, po vetë nuk isha pjesë direkte. Edhe në atë moment ajo lindi ajo dashnia e madhe dhe që të ndalem atje, me që shkum te më duket Vaholli, aty nise një autobus, shkon te Majanc, pas dite dikur vonë kthej, edhe forca edhe madhështia asaj vajze të re, që e merr këtë çantën e mjekut me këtë pajisjet, që mos me mëzon mu, se me vo me mëzon të kuptohet dijen pasoja se çka të gjen. E aty kisha edhe një set kirurgjisë të vogël, me që kishte edhe për me i largu plumat, ose me i mbyll plagët e kështu me radhë. Kur shkova atje, është interesant ajo pjesa më e ndihshme ku mbani edhe mua mundi keq se unë si djali i ri nuk jam aty, dhe sa baba i shokut që më kishte thirrë, Axha Paik i ndjerë që tani nuk jeton më, ishte aty, edhe se ndoshta janë këto momente emocionale, kërkoj falje, kërkoj ndjesë. Janë emocionet sinqerta që i keni përjetu, doktor Valdet, edhe na nuk mundemi me harru këta. Kërkoj ndjesë për shprehjen e emocioneve, se me të vërtetë, ndoshta është edhe pse mas 27 vjetë unë i thom këtu. Se nuk më dashtë, e dim krejt, na jem krejt kolegë që jem taku përmend doktor Shpetim Rovaj, edhe unë e kam qenë me Medical du Monde, me një organizat tjetër në një fshat afer, po të njëjtën ditë kur kanë ra doktor Shpetim Rovaj dhe Ilir dhe doktor Iliri që kanë ra, po fatmirësisht doktor Iliri ka pështu shpetun, dërsa fatmirësisht doktor Shpetimi është sot i ndjerë, po lumë familja dhe kombi që ka pas, e kuptohet se në gjitha këto zona janë edhe shumë mjek tjerë mos të hytë në shumë elaborime, po ai përqafimi ati prindi, ati babe, që në atë koha i kishte ndoshta moshën mbi timen, mbi 65 vjetë, e unë isha djali i ri as 30 vjetë, dhe që paramendon veten kur një plak është gjendje një moshuar, mos të quaj në mosh, e ti nuk je pjesë e asaj, kjo të bën tani mundi keq. Me keq me veten. Me keq me veten, edhe pse ti realisht vjen pushon në shtëpi, po shkon kontribon aty ku ka nevojë, me që u përmend disa herë edhe prej mamisë dhe infermierës se neve na thirrnin, na çonin në këto zona ku kish nevojë, me që sigurisht se ndrima mjekësore ishte për mjekëve që ishin konstant aty, edhe një moment i jashtëzakonshëm ishte mbas i kontrolluam këta thanë është edhe një rast, po janë edhe disa raste në fakt në shalë të Vajgorës, janë disa ushtarë, edhe prej aty na murën dhe na dërguan në shalë, edhe pasi u kontrollun, u rikuperun, u trajtun plagët e liris, në dalë një prej ushtarëve që ka pas këtë emrin përgdhelës mësusi, që nuk e di edhe sot kush ka qenë, edhe ai më thot, doktore, kem thot edhe një qenë të plagosën, që ka ranë mina, pa ai na ka shpëtu jetën. Edhe thonë, po qysho, po unë kom marrë këtu për gjithë, e po sa qërisht, ai që pas ka shpëtu juve. Edhe ai thot se në gjurmë, gjatë njekjes e gjurme, ka ranë në granat, edhe pasi e pastrum ato, fillova tani ta ndjej edhe një dashnie edhe më të madhe për kafsht. Se është ajo që realisht, përpos asoj përqindjes vogël që ishin në ushtëri, kishim edhe kafsht që i ndihmonin ushtarët tonë. Do më në dhaj qenë i cili ishte shpëtimtari i atyne shtegjeve të liris, ku e qelte rrugën për me dëpërtu ushtari jonë. Janë momente që realisht kërkoj falje edhe njerë ndjes, fillimisht prej kolegëve edhe prej audiencës, se kure rëfen një historie pas ka shumë vitësh, sigurisht se kthehesh i tëri në gjendje, edhe kur erdha në shtëpi, e kam përmenë në studio kjo, në hera e dytë që përmena që ma herët, erdha edhe u takum në Prishtinë, në kafiteri, me disa shokë, paramendon Prishtinë voje jeta normale, ishte jeta plotësisht e lirë në aspektin tojza, po maj sigurt, ndërsa vetëm disa kilometra nga këtu kishte ushtar,
edhe kur bisedonim, ata disa prej kolegëve që sot janë mjek, janë infermier, janë profesionist shëndetësor të lami, janë profesor në universiteti, thoshin që jo nuk ka ushtar, vetëm po flitet. As nuk ishe që i tregon që ka ushtar, as që s'ka. Se në momentin, në fakt edhe kapitan, një komandanta që ka qenë, që më tha, këtu tha, ke qenë, po nuk ke qenë. Kërkun nuk kalzon se në momentin që ti e deshifron, faktisht e konspiracion edhe vetën, e pastaj edhe kejtë kolegët të tjerë. Edhe kështu faktikisht ka zgjatë kjo deri në marsin në falni. Ka zgjatë deri në marsin e bombardimeve, kur e përmendi edhe doktori, kur realisht ne fillum telefonojmë, se me zonjën Fetije kem punuar që nga 98 në organizatën amerikane, unë këtë e përmena nga perspektiva e mjekut të pa involvuar në organizatat humanitare, por ato kanë qenë të jashtëzakonshme ato ndihma. Ne shumë herë kem mbush paketa, pa e pyet kërkën, edhe i ke marrë, i kem dërguar te ushtarët tonë, edhe kuptohet se ajo ka qenë një vepër penale edhe prej organizatës që ka punësu, po qëllimi se kur e shef ti atje një infermier ose një mjek që është në teren edhe nuk ka me çka të punoj. Atëherë ti ndije shumë keq. Edhe tash nuk po du me përmen emra me që sigurisht do të mbesin shumë prej atyre që kanë qenë pjesë e jona edhe i kem lanë, po me që e përmeni doktor Ganiun, në shalë, kur shkum për me bo këtë ndim, ne e pam një, si quhet kjo shteperi madhë, me ndima humanitare që e kishte dërgu pikrish doktor Gani dhe Molli. Dhe na atje kem taku bashkë me Zoën Fetije, doktor Ganiun, i cili fillimisht edhe ju çudit, apo ju duhet me konë në punë atje, se Nën Tereza funksionon të edhe në teren. Po mënojnë në pjesë tjera të Kosovës, konkretisht në Prishtinë dhe në Bilic kam shërby si mjek, po realisht nevoja atje ishte shumë më e madhe se këtu mund gjindeshin, me që edhe në sistemin shëndetësor u përmend disa kanë pas met disa mjek dhe infermier që kanë met shumë mirë që kanë met, se ata i jepshin ndihmë popullatës që ishte këtu në qytet. Ndërsa pjesa tjetër, e cila ishte e larguar prej pune, mënyrë vullnetare dhe sigurisht gjithë e dinë që për këto vite kanë shërbyer pas një kompenzim. E vetmi qëllim ka qenë që me ndihmu popullatës, ata të cilët realisht ishin edhe pa pagë, po edhe pa mbrojtje shtetërore. Po. Një kontribut të madh ka shumë emra, në thash për mes juve, po mundohem me përqu një mesazh tek shikuese dhe popullata, një kontribut kështu të madh edhe familja Dr. Florimit, shtëpia Dr. Florimit, edhe vetë Dr. Florimit si një student i ri të asaj kohe ka ndonë gjatë viteve 99. Faleminderit për ftesën edhe një herë. Unë po filloj me një fjalë të Zahirit, Zahir Parazitit, komandantit të UÇK-s, gjithherë duke e lidh me këtë pjesën e misionit pse jam këtu, duke u kthy me këtë lodën që ranë heroj nga Podjeva, bashkë me të Akifin, më thot doktor, se unë isha student, po më thoshte doktor gjithë, kur Florim s'më ka thonë, doktor thot, a ish mbrapa ullën, unë Akifi ishëm për para, thot doktor, thot, është ma më rëndësi çështja kombëtare, a shëndeti? Thash jo, çështja kombëtare. Tha jo, gabim e ki, se pa shëndet nuk mund është me kontribuë vendit. Thash edhe u ktheva kështu, thash në këtë mbet vendi, në muën ty, thash, edhe masanejnë të nesërën Akifi më tha, pa din me kënë ke folti. Edhe aty ka qenë ajo pjesa e parë kur ishte lidhja jem me njerëz e luftës, edhe pse në atë kohë ishte konspiracion i madh. Pjesën tjetër kur një muaj pa ra herënj, Hakifi ma vendosi tytën e revoltës këtu për punë humore, se është nata vitit 3. Ishim në dhomën e ti, ku e kishte në pjesën e roletës e kishte kallashin, në jastak e kishte bombat dhe në tavolinë e kishte revolën edhe thot nëse se krymë fakultetin rekord, thot kjo të pret. Fakultetin që vazhdova pas luftës. Do më thonë, ata ishin stimulimi madh, Hakifi për mu ishte një lloj prindi, shoku, gjithçka, për shkak se ai ishte ai financuesi jonë, në kuptim familjar, i pagun të semestrat, ndërsa praktikisht neve si familje lufta
na u ka duk dasëm për shkak se ishim ndër njerëzit që sinodën tonë, ku mblidheshim, dhe më të parët tonë nuk e di që është folë diçka për pos qysh me çliru, qysh me luftu. Edhe ishte ajo pjesa që për neve lufta ishte dasëm. Ishte, kur i kena po ushtarët e UÇK-s, mas vrasjes së Zahirit, kur e kena po që UÇK-ja nuk është zhduk, po është ringrit si një Feniks, ajo ka qenë, domethënë, unë në luftë jam gëzu, mas luftës s'kam ditë më gëzu, në luftë jam gëzu. Ishte ata me që ishin heronjët e parë të UÇK-s, për neve ishte sa dhimbje e madhe, sa një shtytje. Në atë kohë ishim të rrezikuar shumë si familje. E mbajnë mend kur një natë para se me pru kufomën e Hakifit, me Mixha Sabet, periodës tonë, se ishim në 2 shtëpi, u dakordun që mashkujt me nejtë në shtëpi tonë, e gratë, se mendojshim që kena morë thu, i shku të shtëpia vetë edhe merr një anë për miell. Thot, a ka bre të ju miell, thash, po çka e dalë të edhe, po du me ja kap ato. Shkojmë të mazgja jonë, e çon nalt, s'ka miell. As ati s'ke. E ka gjuat kapokën e mazgjës edhe thot, neve sonte po na vroj kanë kretve. Se kur të nalet i darja, nalet edhe ymri. Edhe pas kanë bu me anën, mëna, apo kupton? Mëna, po nuk ndodhe ajo, neve na metën armët e tyne, praktikisht atë natë, familja i largoj një 1 kilometër për shtëpis, po 3 ditë ma vonë, ato armë filloj toka të shkrijet dhe mbetën ishtin të rrezikume për mjë hi ujë, edhe më prish. Praktikisht pleqët ishin të kujdesshëm edhe thonë që t'i qojmë dikon të ndonjë mik, i pyetëm disa që i kishëm, po nuk na e mor mendja fort me involvu, njerëz nuk e dishim çka po ndodh, mendojshim çdo çast, rrethimin, unë praktikisht, edhe sa ishte Hakifi gjallë, për shkak se isha ndër njerëz më të afërt, sa ishin gjallë ata, në përditshmëri. Një vend në oborrin tim e kisha preferu për një shup që i thojmë na, që i lojmë drut edhe ai nuk pranoj atëherë për shkak se s'toj ke me involvu as kënd për pos vetës. Pastaj aty i futëm dhe deri në maj të 98-s, 97-s më vërtet, kur erdhi Ilir Kunoshevci nga Shqipëria u kthy, sa i patik në atë kohë, pa të shku dhe pa të kthy, erdhi dhe mor armë, domethënë, mi thonë dikuna 3 ditë mas vrasjes tyne i kena fut armë në borë prapë, po nuk, në momentin kur e ditën pjesa tjetër e familjes, o dash me ju tregu në rast se dikush bjen, ose pak e patëm një lloj mos pajtimi mirë, po vendosëm ashtu, nuk erdhen të na, se me siguri në atë kohë serbt kanë mendu që na jem përgadit edhe nuk kanë çka gjejnë ato, edhe shpëtuam ashtu pjesa tjetër, nuk ndodhi si të jashartë, për shkak se Hakifi atë natë vitit të ri thanë, nëse nxin me, kur kush nuk mund me dalë gjallë për këtujt. Apo kupton, ma dha kallashin, ma qitin pranë, thash nuk jam në për këto, ja shtysha. Thash, nëse nximni, do më thonë, u dosh me konë gjatë nga dishmëria. Do më thonë, janë konë të vendosën, ata nuk i kanë ndjek në atë kohë për me thjesht me ekzekutu, po i kanë ndjek me nëzonë gjallë, po vendosmëria atyre madhe, praktikisht të në konë janë konë të armatosën, në çdo situatë janë konë vigilent që gjallë nuk dojë me ra në dorë të armikut. Do më thonë, është diçka një fat që i kam njohur disa njerëz që praktikisht e ka nis luftën dhe praktikisht i ka nis në një diktat shumë të ashpër dhe në një politik të brisht ku
janë hudhe informacione, jo se do të ketë luftë, jo do të ketë, tregoj kolegu, në Prishtinë, në luftë ka qenë edhe njerëz kanë besuar që do të ketë luftë, apo kupton. Po, mendoj që lufta jonë është lufta më e suksesshme e një populli që ka bën ndonjëherë. Edhe më e mençur, duke i rëndit gjitha akterët, apo kupton. Për shkak se kemi minimum humbje, në kuptim çka ka mujt, çfarë force ka pas Serbia, dhe mendoj që krahas një politike të mençur, edhe një ushtrie të mençur, kemi mujt të mbetojmë. Domethënë, ushtria çlirimtare që në themel nuk ka ataku civil, nuk ka ataku njerëz pa uniform, ekskluzivisht kur e thoshte, po të thonë Zahiri që ne uniformën dhe bashkëpunëtorët e armikut. Ne duhet të kemi kujdes se në moment që bota na cilëson si terrorist, na do të humbim luftën. Naip ka qenë njës shumë i madh. Njerëz të marrin Zahirin si atentator, s'ka lidhje me ato. Ai ka qenë student i anglishtes, ka ditë mirë anglishtën, ka ditë për çdo luftë. Palestinë, Bask, Ira, gjitha luftat guerrilla i ka studiuar në themel. Edhe strategjia e tij ka qenë shumë efikase dhe mendoj që në bazë asaj efikasitetit edhe domethënë si nis një diçka e madhe me qëllim të mirë, edhe fundi është mirë. Domethënë na si familje jena konë shumë të kënaqur që tërë populli domethënë e ka përqafu luftën, i ka ndihmu luftës, edhe kanë dhënë djem e vajza e djers edhe pasuni për luftën. Dhe duhet jesh kënaqur që e ke mbajtur premtimin përveç çështjes kombëtare edhe shëndetësore që ta ka kërkuar, e bë mjek edhe sot je tash sa vite dhe kontribon për pacientët tonë. Diçka në çdo moment të jetës i kam ata, nuk guxoj me gabu, e kam tytën e ftoftë këto, nuk guxoj me gabu në jetë. Nuk besoj se domethënë tani jetën i kam pas. Edhe kur kam qenë drejtori klinikës, më pa thonë mjek ato, pse pe cilëson klinikën si shtëpi tonën. Tash po para luftës krejt e këna pos një pasuni një kërë po, që to se këna pos. Që kjo është e jonja, që kjo është shtëpia jonë. Në përderi sa nuk e qisëm shtetin para vetës, e qisëm pasunim para shtetit, kur shtet s'kena më bo. S'kena më bo. Dhe më thonë, na duhet me gjithë shka për shtetin, se shtetin se këna pos 3.000 vjetë se këna pos shtetin. Na duhet më qunë 3 nëhës me marë frymë, me jadit qështë më dhënë të mirat, edhe me javdit atyne që kanë ra, edhe brezave, jo prej, unë, do më thënë, kjo është brezi ma i vonë që jem na, që këna kontribu, po brez pas brezi, patriot, e përmbi patriot që thonë, edhe po momenti historik ka qenë ashtu, nështë internacionalizimi që është e Kosovës edhe gjitha këto, po, nështë unë jam mora kohën pak ma jashtë teme se jemi mjekësis. duke folë për një periudhë që se cili kemi kujtim edhe unë si 12 vjeqare dhe asaj kohë, mundem 2-3 orë nështë në një emision me të kalzu kujtimet e mija, asë një kujtime, asë një kontribut, nuk është maj vogël ose maj madhë se cili kemi qka me të regu dhe se cili... Po, është një kontribut, absolutisht që po. Kam disa fotografi që doktor Agroni mi ka nisë, unë e lusë Benartin që t'i vendos fotografit e doktor Agronit edhe në ledin mrapa, po në këto fotografi përveç kohës edhe punës tuaj bashkë me kolegë, kemi edhe fotot e cilat janë një pasuni që ruhet në një muze, që unë pa tjetër që i bëjthirje krejtve qytetarëve këta muze, këto gjurmë të luftës me shku me i pa, me i përjetu. Edhe lotit të cilën e pam këto e përjetum, edhe aji pasuni që po e thamun kombëtare e kontributit tuaj, është pikrisht ajo që duhet me na qarkullu në vena tonat krenaris për ato që ka u bo. Po, ai muzej sot ekziston në fshatin Pino, aty ku janë edhe ku janë varrezat e dëshmorëve, për ndryshe ato pajisjet që shihen në fotografi kanë qenë në spitalin fushor në Potok, ku i dhonë ndihma e ushtarëve të plagosur, popullatës,
Mandi ato e në bartë, doktor Skenderi ka bartë aty dhe ka kriju muzejnë ku sot ekziston, edhe janë kujtimi asaj kohë. Po. Ndërsa flasim ne, unë e Benartin e lusë që fotografit t'i ndroj, janë disa fotografi që doktor Agroni nga ka dërgu, t'i ndroj që shikust kanë mundësi me i po të gjitha. Gjatë kohës kur po bisedonin para se fëtëllon të emisioni, ma kujtut edhe një moment që unë nuk preka shumë, po se mos të ndojmë edhe me shikust, kur ju e kishit lëndimin tuaj, por që gjendjat në vendin e punës tonë ishte aq e rëndë, sa që ju dasht me uqu ashtu nga shtrati. Jo, ajo ka qenë, dhe më dhënë, kur minatorët janë nguju në saj tërgë, atë natën isha i lëndum, komen e kishat lëndum edhe në gips, edhe unë e kisha ndëgju, se kom qenë mjek aty që minatorët po planifikojnë me bo greve, se anë pa dënë si kena marë si serioze, se disysh nuk u flet ka shumë. Edhe isha ato e këqyr lajmet kur po të regojnë pisho minatorët në horizont atje të ngujum, edhe mendova që ata atë natë dhe do dalin të nesit prap emisioni pi të regon ata dhe vi që kom bo miku tem, a mini por donat që ato e thërë, se që po të vinë donat. Asha me ti mu ka dali donat, edhe kom jek atë gips, edhe thasha po më qënë në staj tërgë, edhe kom shkuj që ashtu 7 ditë kom nejtë me kom të lëndu me bli, se nisha as ftoftit as nëzetit, veç me një papu që ka qenë shkurti, sa e dita shkoha minatorve. E këtë kohën me ta qëtu. Ndërkona... Pe asoj kohë ka fillu ajo fushata ime si mjek, ndim popullit e sene, ma di bashkëpunimi me nënën Teres dhe 99-ën, kur mo menzi ko mardhë pej staj tërgut jo mardhë në Prishtinë, ju të regova dhe ma herët aty, kom qenë mo pej vuqëtërnës gati udhëtori i fundit në autobus me shofer dhe kondukter kur kina mërin Prishtinë, edhe mo pej atje, pej asaj kohë s'ko mujtë më ju këthy punës, unë nuk e kom ljonë punën, veç për gjë për shkak se minatorët atër ishin pa punë, familje të tyne, unë e bëspunojsha me nënën Terezi, kontrollojsha ju, jepsha barnat, ju që isha ushqime, kështu që më burën për atë kohë, edhe koha ka vazhdu më ndej me fillimin e luftës, angazhimi jam në, do më thonë, përgjegja në çdo rast kur kanë thirë, kam pas nevoj për mjek, kom shku aty, e kom vazhdu më ndej edhe në luftën e UQMP-ja kër u kriju në Preshev, Bujanov, se më ndveq u qu populata për liri tynë, edhe aty kina shku shumë herë, kështu që ish një ndjenjë që nuk ishe frigë dhe vizë vazhdojshë kështu që qysh minimu as populatës aty në ushtarë. Po, doktor Agron, e tha dhe ma herë doktor Valdeti që shpesh edhe nështë e keni riziku jetën e ju duke marë pajisje mjekësore për mja dërgu ushtris, për mja dërgu pacientav që kanë pasë nevoj. E shpesh unë e kom dëgju dhe si fmi kur thuhej gjatë kohës në luft në male, gjilponat me zjarët shkrepze si kanë dezinfektu për me i përdore, kanë punu pa kushte. E di që është pjesë emocionale, po doja shumë ta kujtonit një pjesë ose di një pacient që... Po, mandi, une ka ro edhe një 2 herë me shku me përfasus nënës Terezë në malet e Berishës, kur populata i shpërngun mas lupe i fshatrave dhe ishin në tenda në malet Berishës, atër koha ishte ftov shi, kur Saraja ditë kur shkova, kishte ro shi i madhë në ato tenda, menzi leveshim pe tende në tendë, me shku mi u ndimu. Po ishte një ndjenjë, knatësi, që po mundëm mi u ndimu aty në atë kohë, mirë po që i tha dhe motra Sadije, kem pas mjaftë peripeti gjatë kalimit në për punktet policisë, maltretime, mirë po, nuk shpjek në kryë, ishim pajtu ma ato qatë ndodhë, na e vazhdojshë misionin tonë. Po, ke qenë edhe i rinë moshë, edhe gjendja emocionale, psikologjike... Atër isha i martumi, kisha 3 fëmijë, bili kur më njësë herën e fundit me shku në Potok, unë isëm pej nënës Terezë me ekip, me ndru ekipën që ishte atje në kry me doktor Izabinishin, na ka nalë në Lozhan aty policia, edhe vishë na kanë rëthu me automatik, ka thonë shdërip një posh, kujni një stop dhe një me shnoshën u që kënë. Na me të më thash ku pedim vlogta që jena mjek mas pari, së s'na vetën heqë. Na kanë rënis aty, na kanë maltretu dhe ka ora 5, mirë po zi për ta qekë zvotin një forcë
gjitha të rejnë, thësha, kur isha njerës të rejën që i qitë që në vetë, thësha, me më rejë mu kështu, unë e desë, pitutës, këtë të rejnë. Vishqisha dhe biljata dhe ma shumë në më shumë, që s'piju dhamë, shoj. E që po mirë, ka kalu e ako. I pa ta thonë familjes, në atë kohë, thash, shoqës dhe qërë, unë e për nisna, atje do t'jemi sigur, ti me thmi ku është krejt populata dhe ti. Mësë menoni të unë, thash, po që ndodhe ju do fë mu këthyat, na pështum, qysh pështum, pse pështum, sa na të kam bo në për qytetë Prishtinës, vrasi, u vro advokati Kelmendi me thmije, në Mitrovice, tonë që ditë që në qysh ta kanë shurë, ta kanë hu. Bili njerë kur thanë hinin kërë, thash po dojnë me na shti, tash edhe me na ekzekutut, me thonë që ka ndosh me ikë, po jo. Për ndryshe, doktor Agroni, përveç që gjatë gjithë kohës ke reziku me shku në punë, më këthy me autobusin që e përmendën shpesh edhe i vetë me autar, edhe kur orën banes, tha këshit që kanë me disa të moshun, disa pak banor, edhe ata u dosh me shku, se ona shëndetësore, e të gjithëve ndryshon edhe prej frikës, edhe prej... Atër kom banu në Ulpion të... S'ke përshu asë në shpekur kjo orë. E printe shoqës, e aty pa të nmirë kërësisht njerës më shumë. Po. Edhe ata gjdo natë u anko e shi një dhim tjo, kësi u duf kam i vizitu pe i banesën, po ka qenë i knatësi edhe kisha, fati kisha disa edhe medikamenta aty me vete, instrumente, sene, që më këshin me të pej nënës të rejtë, se ka posë, aja tërë ka qenë mjaftë e furnizuve, me të gjithat mirat që thujmë për atë ko. Po që qëtu do është i foti e fitu ma të luftë. Lumë se ju që keni që ka me tregu nipave, mbisave edhe krejt popullit shqiptarë. Disa fotografi tjera e Luz Benartin janë të zonjës Fetije. Unë e thash ma heret edhe vazhdoj me thonë gjdo herë në emisionin tim që roli ju i zonja Fetije, roli i mamive është sinqerisht për të duar trokitur e sidomos ajo konsistenca ju i që si një dorzuas njerë edhe krejt ato vështërsi që jenë kanë, qoftë para luftës, qoftë edhe pas sistemit edhe regullimit situatës, prapë se prapë, sidomos mamit jenë përballë me shumë vështërsi. Fotografi që po i shohim, janë disa fotografi që Benarti i ndronë dhe i sa flasim na zonja Fetije. Të kohës kur ju si një vajzë e re, të vajtë thëmë kështu sepse keni punu, keni kontribu shumë. Sar, me të vërtet, kur po i ndëgjoj edhe doktor Agronin, doktor Flamurin, kolegën tem, Sadien, doktor Valdetin, me të vërtet, po mlidhen, po vinë edhe kujtime shumë tjera që nuk, si që the edhe ti për atë moshën tonë, me orë tona me tregu, nuk mrin. Edhe na që kemi punu drejt për drejt në luft, në ato zona ku janë zhvillu ato ofenziva shumë të rënda, një fotografi e doktor Agronit më kujtu në ambulantën, si me thone ushtris, në të tabet e Lapashticës, ku doktor Skenderi ka qenë udhëheqë, po jo. Doktor Skenderi Murate. Edhe na thanë se është një ofenziv shumë e rëndë, populata është në kushte shumë të vështira, nuk kanë terapi, nuk kanë qasja edhe ambulanta me ndimu populatës, ushtria sa ishte aty. Vendosëm ishte e dile, ofenziva në të tabet e Lapashticës, dikun janar ka qenë, fillim të janarit. Fillim të janarit, dikun, edhe, apo dhëtor janar. Nuk, unë nisë me shku rrugës për lap, edhe në hymje të fshatit Ljupq, në ndalën. Thanë nuk keni, në kësin mrapa, u mundu në gjithë të mënyrë një ndërkombëtare, mi tregu që jem organizat humanitare, du t'i ndihmojmë populatës, janë në gjendje të keqe, nuk lanë e këshin mbyll rrugën me tanke dhe në kësin. Qka me bona për me shku prap, shku me një rrugë tjetër ansore, mrim ka pollata më duket një fshat, po pollata në altë më falë, po. Ne për Majac, kalum, edhe dulëm të tabet e Lapashticës. Atë ditë kishë qenë edhe kë... Për Popov. Ne për Popov, mire ki po. Edhe ishë jo, po, përfaqësuse i kombeve të bashkume, vokere,
thane kemi musafir, vizitor, ka arë me pa gjendjen se si është me të vërtet gjendja e populatës edhe gjithve. Edhe aty disa infermiere që ishin në atë spital ushtarak, thanë kemi nevoj, a bënë edhe disa material sanitar, gazna, do termometra, dishka, se po kem nevoj, thanë a gjatë kujdestaris, me pas rezerva. Edhe unë kom shku me marë, i kom marë me një pako, edhe u mundova si anash me hi, më vike fështirë se ata na veti pregadishëm që tha doktor Valdeti terapin, me sandëkat metal të shumë kemi pa. Edhe i mora une aty një kolege me ju dhonë pak ma tepër me pa se gjithmonë nisna pe veti, kur isha kujdestare kisha qef mos me mungu asnjë material për me intervenu sa më shpejt të pacienti me ndimu. Edhe unë nisa me adhon në atë moment është hedhë një minahes i fort, të shka u dredha aty, edhe a i shefi më abana pëshe, tha mujte me pësu këtu. O dhunë thash, qa ka lidhje, qa kisha pësu kur gjo. Ja dhash, u knaqa me ato që ja dhash asaj kolegës atë materiale dhe u kësym. Mandej një rast tjetër që e kujtoj, po më lidhen ato, me 28 shkurt 1998-ës, ishëm të i vizitu ato nanat me fmi, pësoj në rena në Drenic ka luft, nuk mundi me depërtu. Unë me një kolegën them, Selime Nura, edhe pësot ajo duhet me shku se i kanë largu populatën gjatë natës, edhe po zhvillot luft, një Adem Jashari, pësojnë që është o dalë mal, a i pëmbron krejtë Kosovën. A shkojmë, sa po shkojmë, unë nesëm në rrugës andej, edhe kur në mrim, pësojnë, nuk gudzoni me shku atje se ka luft, 10 veti kanë vram, të ajo familja e mësusit që atë në vram asë pare. Sash po sa valaj, edhe shkojshin me ato artilleria e ushtri sërbe me tenka, me ato të organizum. Na mas tyne, po keri ish me tabelat registrimit Gjerman që na kanë zonë. Na dy fem, na qapo dhe june, depërtum. Kur mërim atë punkti policis, me njëherë të fabrika e municionit, thojnë, nuk më një me shku. Dhe unë i më këthim rapa. Qysh më këthim rapa? U taman deshë më këthim rapa, ka erdhëm, ata me maska policët të tyne ushtartë, kur na kanë pa njëve si femna, më kujtohet që kënë moment a i pështetën me një lesë ma boni kështu. Ecë mrapa, tash qysh me ecë mrapa. So më drejtën pak u frigova, se thosha, për është qasë, po më shkon keri, po bjen dikun, edhe qka bona kur gjës bona. Thotë Selimja, këthe u fetë mrapa, ka dale, mirë je, drejtë edhe, ta man afro me një autobus. Plot, tu jenë pregadit me dalë, më njësë për me u largu për i fshatit. Kur e shaj autobusin, të ndalot t'i dalë për para, mos t'kalojnë se ish kolona me tanke, që kishin një edhe në për Kaquba, me sulmu fshatrat. Gratë, kur edhe që ato se haroj, me djepa në për fusha, në për tokë, kishin qitë fëminë, me djepa i kishin lu, edhe më ndëshin që aty me shpëtu, me mendu për një matë mirë, një sigurim. Dulë Selimja e ktheu autobusin edhe na u desh prap me u kthy ka ajo fabrika e municionit, ishte ajo familja Jashareve, kur mrim ato, a i përshanë sërbisht, thot, më fani shprej, një fjallë banari që shajnë, që shkanë gudzu, tha këto dyja me kalu kënej, që shkam pas drejt, as din gju. Deshti zoti, as na murën informatë, as na pëtën kush jemi. E kanë po vetëm targat e huja? Po, me ndun që jemi ndërkomtare, kalum, si kemi ardhë mrenë në Prishtinë, me nëzë, kur në ora 8 mram jem rrim, prej këtyne kolonave, tankeve, edhe prej punkteve që kështë edhe ka Mitrovica, na ka prit doktoresha Vjos
me njëherë, thot, shpejt, thot, po presin zyra amerikane ka qenë në Dragozan, me dhënë deklarat, ku këni qenë, se na i njoftun paka shumë. I dham ato deklaratat, të regum krejtë si është situata, popullata që shkanë dalni për fush, s'tin ka me ik, edhe të dyjat në urën nga një dhumë me pa qëfar deklarate. Vjen keq që se ku marra deklaratë, se ku më lypë mas lufte se shpësum, dullëm prej lufte, e dhamat tonën sa mujtëm, po kemi pas edhe shumë raste tjera, me 11 mars nuk e haroj, prap një ofenziv shumë e rëndë në Kotlin, afer Hanit të Lezit një fshat. Edhe aty në atherën thanë, është një ofenziv shumë e rëndë, popullata jënë shpërngull natën në ora 4 të mëngjesit. Na një ditë për para ishim. Kur shkum nesër men, u shike rruga që këshin hyne për mal ato tanket e këshin qelë rrugët. Edhe u vendosshëm me ato pakot, doktor Valdet, një shkollë, një shtëpi, kudo, me i vizitu qytetarët, popullatën. Je shumë e veti, ku gjej shumë lirë. Po. Me dërgu. I kontrolonin pacientë, ata e lajmërëshin, fshatra njeni tjetrin me arë me kry nga një vizit, me ju dhënë një terapi placebo, me thonë paka shumë po. Edhe po më thot ai shefi i organizatës, sot feta dush me ardhë në shkollë se ish një fëmi po sa lindun, nana ka lind, nuk po din që ka me po, kur shkova one, edhe e kam edhe fotografin aty, e shoh fëmija që ka që vogël, nana ish strupe mjera, e kështë pështjel me këmish të burit, me gjemper të vjerit. Atë fëmisë në ora 4 mëngjezit, lindje para kohë. E marru në atë fëmi, kishë material, sot merë edhe pakon me pelena, e lidha fëmin me pelena, krejt, atë ditë edhe ka qenë CNN të anditën e informatë kështu, për popullatën si kanë vujtë. E mora qka me bo, thash du të me qunë inkubator, dikun me vendos fëmin. Hajde në Teres, ja morëm edhe nanën me 3 fëmi. Me vete. Mora mi dhënë pak qaj, asaj nanës pak me zbuce, pasa lindën 4-5 orë se kështim. E vjeri saj, o ama vreta dhe mu një pikë, sa se më dullë shpirti, thash po kjo është lahu, sa zut pak mu forcu. E pështjellëm atë fëmi, i murë edhe 3 fëmin, buri saj edhe familja thanë, ndorë tone na, s'mujna me arë, zgudzim t'i mere. Shkum në Terez, rrugës në nali një patrolle dhe për thot, kush janë për tregoj. Shkum në Terez, thojnë, fatkeqësisht nuk kemi inkubator, duhet në pediatri. Shkova me nanën në pediatri, e pranun fëmin, ma dhanat shiritin që e kishtë edhe fëmiu, edhe nana vetë thot, maje ti thot, unë s'kam që ka bëj, e këthim nanën në Kaçanik, a besoni, ajo ditë ka qenë 11 marsi, edhe kishin shkru gazetat që nëse shpëtan do t'ja lejnë vajzës emrin Lilidona, familja. 3 muaj, 2 muaj e gjysë sa kemi qëndru në Stankovec, unë e kum pas shiritin me veti. Familja u zhduk për mu, nuk dita ma gjo për familje. Kur kemi hynë Kosovë, dhe isha me mbaru këtë rast, me një herë, me 14-15 qershor, drejt kom shku në pediatri, me kërku fëmina ashtë, dhe me emocione, tash ishala gjallat, fëmi mja këthi nanës. Kur shkoj, thot, jo, më vjen keq, thot, nuk kam bjetu. Tash e pas keni vra, se kjo edhe një sërbe. Tha, jo, mos ashtu, tha, mos tuj, thash, nuk është e mundëm, se nuk i keni ndihmun, qëfar gjendje ka linde nana, sa vujtjet për to ku e ka. Tha, nuk ka, po trupi, tha, edhe trupin nuk mëj me ditë, tha, luft kanë dodhë gjithë shka dhe. A njëftohë më ndaj, nanën? Nana më ka lyp me gazetë. E ka pa gazetën, edhe thot, vinë me kërku në organizat, nesër thot, po të kërkojnë në ushtria e NATO-s, policia e NATO-s dush me mbet në zyre, mos me dalë në teren. Erë nana me vjerën, me burin, tha, jemi arë, tha, me shku me lyp qikën. O, sa moment i vështirë ka qenë, kër i këmë thonë, s'kam bjetu, qysh aja. A e qumë në bashkë, e lam aty, e pësa mos me, shumë moment i vështirë ka qenë, jam dalmi për cjellë, nuk dësha çfarë shpreje me ju thonë, që
e humbën në farë mënyre, e humbën nanën, e humbën fëmin, që kish mujt me lindë, mës të kishin torturu, mës të kishin largu për shtëpia. Ajo ka qenë edhe një rast, unë si asistente, tha me doktor Valdetit, në Stankovec, veç kur shkum Stankovec, edhe aty ka qenë mjerim populata në qëfar gjendje vishin, tepër. Po vjen një familje që nuk mushin me lëviz njëni për tjetrit, a që ngusht kanë qenë. Sa që një prind, do i ke një fëmijë me kap shishën me të pi, nuk më like, se ngusht, tepër ngusht njëni nga tjetrit. Edhe po më thojnë është një qike vogël e lëndume, po thojnë i ka me të plume, po qysh kanë x, kanë pas ko kërkun më nalë me plume. Ajo një fëmijë me mendjen tem 8-10 vjeqare, një vajzë e Buricës. Burica është komunë të Podujevës. Thëtë nana vetë këqën e bre, thëtë se që tu e ka një plumë. Thëmë doktor Valdet, e kemi një rastron kështu. Që ka pata material, që e mbajshëm edhe materialin sanitar me do qanta me vetin ndimës parë. Doktor Valdeti me që ato mjetë që ka i patëm, kishëm për një përdorim material sanitar për të sterilizum, edhe me një skalper e anëzur plumen, dhe që tha, ajo vajza u shliru, me nisi me përqaf, doktor Valdeti, nana vetë shumë, ka qenë edhe, larë zotit tjetë, ajo shëndosh e mirë, ajo e shumë tjetë që kanë mujtë. Po kanë qenë momente shumë të fështira me vërtet. Fatkeqësisht, dash para se me ju në emision, i thash Zoja Feta, aja din emnin, se Zoja Feta nuk e tregojat pjesën ma emocionale, kur e mure e mshtjeli në një copë gaze, e shkujti emnin temë dhe të vetin, e tha veç më sara, që ta kanë dzirë plumin. Shumë ka pas rastet. Se dhja s'kush ka qenë. Unë e di se nëse në ashe ajo vajza, me siguri familjarët e kujtojnë si rast, po... Shumë kisha dasht. është e ndishme dhe, sinqerisht, është kjo që ka pëndollë, nuk është asë... është 1% i vogël këtë asaj që ka keni bojo, dhe ka shumë rast të tila, po besoj që edhe doktor Valdeti edhe... Realisht, më ndërlidh në ditën kur ndodhshin këto masakrat në pjesën e Lapit, njëjtën ditë ishin edhe në Gajre, më duket quhet, një fshat të Kaçaniku, edhe është ajo pjesa kur ne si mjekë, infermier, ekip mjekësor, i shehti popullatën tonë të zhdryp malit edhe s'ki çka bën. Tash çka është vetëm mundësisht nëse dikush është i lëndun me mujt një ofru ndihmë shëndetësore, për ndryshe këtë ajo pjesë është zhvendos pastaj për Stankovec, se ne e përmenëm këtë pjesën e dhimbshme, po edhe krenare, se në momentin e kur pithojmë me emocione, janë pjesë të krenarisë. Jo të liksisë, po i kem këto për shkak se janë momente të rënda, e një pjesë shumë e madhe e popullatës kur është shprazë edhe Prishtina, ku tani kanë shku edhe prind të mi dhe gjithë prind tjerë Prishtinës, pjesa dërmuse, kur është dhonë me minuta ko për me lëshu banesat, se unë jam lindë rritë në qendër Prishtinës në rrugën e policisë. Ti më nëshme marë parasysh kur një kini vlau shtarë, e vetë shkon e kontribon, e këthej e shplen aty, ti nuk e rrezikon veç vetën. Po dhe familjen komplet që e ke pas aty. Edhe ajo familja imi pastaj shkojnë në Stankovec, me trenin e Pamkeq, që është që shumë edhe i kanë ekzekutu në tren e kështu me radhë, po është ajo karakteristika se para se me shkue IMC-ja, neve na luti, ta që merë në autokerët, se ka pas makina, merë vetëm grunës e burin, po pa fëmi me mujtë me shku jashtë. Ku shkon, cili shkon veç me burë ose gru e me i lanë familjen. Sigurisht se është shumë e rondë. Edhe ti i lenë shpe, po në fakt, neve na përzun, me një mars, unë e kom qenë, me një prill në fakt, kom qenë në Stankovec, ju kom bashkan gjithë ekipin bashkëmezojnë Pete dhe aty kem taku edhe mjekët dhe infermiere tjera, edhe kem punu praktikisht deri me 13 qershor kur jena rikëthy. Edhe ajo pjesë, unë e besoj që e përshkujti pak Zoja Fet, po një holokaust balkanik ka qenë aty. Një keq përdorim, kështë trajtim nga ona e qeverisë Macedonase për popullatën tonë aty, se unë e di që nuk kalon me lëviz njerëz, nuk kalon gjoja se janë UFO Kosovarë, nuk janë nga planeti tjetër. Ka qenë një trajtim jo njerëzor nga ona e shtetit Macedon. Edhe momenti kur kanë thonë për shembull se kanë zbrit të treni edhe me jetë vinarve të trenit, edhe është ajo frika që ju kanë thonë, po u ktheve në djatë ose në majtë,
kena me ekzekutu se i kem snajperistat, që në fakt nuk kanë qenë, po kjo ka qenë e tuta derisa i kanë fut në Stankovec. Edhe në Stankovec realisht ka pas organizata pastaj edhe tjera tuja që i kem taku aty, shtete mike të Kosovës që kanë punue deri në momentin kur janë kthy Kosovarët, janë rikthy faktikisht, që dihet edhe ai fenomeni i kthimit masiv të shqiptarëve me shpitë rënune, me çdo gjë të kallun, që nuk besoj. Unë e kam studiu edhe në Sarajev, edhe di që një pjesë e madhe e popullatës në Sarajev nuk janë kthy në Bosnë. Po kosovarët ndoshta nuk e di, e kanë një mentalitet tjetër dhe nuk besoj që dikush ka shku për qef, ose nuk është kthy me qef në Kosovë. Pa marrë parasysh se pjesa dërmuese, ndoshta edhe mbi 80% e popullatës kanë fjetë fillimisht në tenda, në për pleme, në për shtëpia ndihmëse që kanë pas, ose edhe të kafshëve, me qëllim që fillimisht ta ne nisim jetën edhe njerë nga fillimi. Po, unë qëllimisht e kam këtë album, Dr. Valdet, se kur e tha pjesa e krenaris, fati ytë që ke pas mundësi me pas fotografi edhe me i rujt. Këto realisht janë nga të hujt që i kanë po që mi kanë dhonë në momentin kur janë shku për atje. Janë ekipet mjekësore, edhe shumica janë para luftës që kemë punu këto me kolegë cilët tani janë pensionu pjesa dërmuese, kemë parasysh janë 27 tjerë, 28 vjetë që nga ajo ko, edhe në atë kohë përmeni doktori, une isha i ri, i martuar, po pa fmi. Tani i kam 3 fmi, kur fmi janë bo njoni mjek, tjetëri inxinjer, e detin e kam të pleqnis, që është 8 vjeqar, që ka qenë paka shumë si fmija e fetës atëherë, që ne faktikisht i maj mend si fmi që janë rrit me non e pa non, se nona në tënë kohën në për zonat luftës, e ka një burë t'jash zakonshëm që sigurisht se ajo është për kujdesun, se është shumë jash zakonisht. Këtu e në disa pjesë të rënune të Kosovës. Se une këtu shkrimet, zakonisht shkrimet e doktorave nuk mirën veshkor, është pak problem me dëshifru. është interesant, se kom lecu që 28 vjetë këto. Një shkrimin tonë, besoj, sepse nëse se një shkrimin në një emocionin asaj dite. Kur kanë fillu bombardimet në Kosovë, 24 mars 1999, NATO kur kanë ndërhy, edhe do të mundona të lexoj ma nga dalë dhe pa emocion shumë se sigurisht... Edhe emocionet janë shumë normale. Thëtë, ditë kur shpresa për jetën dhe dignitetin u rinjallën, kur loti e nëzjori gëzimin dhe u iti në prak të vyshkjes, të vedeshëm për rritjen e rrezikut fizik, por sigurisht çlirim definitiv i këtyre trojeve nga një murtaje mes jetës, të cilës për i skadonte afati i... Nuk për e di këto që ka e këmë shu. Me qëllim, dëmon, si pushtus për i skadonte afati sigurisht si pushtus në këto troje. Dit e shënuar në historinë tonë dhe atë botërore, një hap i rëndësishëm për botën e qytetruar, drejt ndaljes së shfarosjes së një qytetrimi të kësaj bote. Një falenderim NATO-s, Amerikës dhe botës. Një falenderim i veçantë ushtarëve tonë, të cilët e mbrojtën çdo cep të atë dhejut tonë. Ju jemi mirënjohës dhe ne për punën dhe për bindjen se gjitha këto kanë qenë pjesë që e meritonte kjo tokë. Edhe njëherë ju falenderit UÇK-s, Amerikës, NATO-s, Evropës dhe botës, Zoti e bekoft Kosovën. Është 24 mars i vitit 1999, që realisht atë ditë e përmenan, i kemi marrë në telefon shumicën e kolegëve, se telefonin në ditën e nesër më është mbyllë në Prishtinë, në shumicën e lagjeve. Mirë po, gjithë kemi festu të mendu që u kryzë dhe gjohë. Edhe pse realisht për ata që kanë metë në Kosovë, ka qenë ferri vërtet. Ushtarët kanë pas një push në krah që i kanë bojtë popullatën, po ata që kanë metë në qytetet e mëdha përbes kanë qenë në mëshirën e Zotit dhe sigurisht se ushtria do të bënte atë ma të mirën që është e mundur. Këto, nëse më lejohet, janë disa fotografi nga fshatrat që i përmeni Zoja Fetije, pakulm të djegura. Këto është pjesa e qëndrimit në Stankovec që kem fillu në këto shatoret. E këto ka qenë pjesa e ginekologjisë, janë vendosur gratë me fëmijë ose në prag të lindjes.
këtu kanë qenë ekipet ndryshme që tani sigurisht se shumica e këtyre nuk po përmend emna, janë pjesë edhe e kësaj, po fatkeqësisht një pjesë e madhe edhe nuk ekzistojnë, nuk jetojnë më, edhe janë disa prej kolegëve të cilët nuk po filloj me i përmend se dikon e harroj gjithsesi, po një mirënjohje edhe përkulje përjetshme për krejt ata punëtorë shëndetësor, pa marrë parasysh se doktori e përmendi, ne kem pas një kolegë që gjithmonë ka thënë mjek i luftës, ne e dim që ka qenë student ose, po pjesa më produktive dhe e mirë ka qenë, doktor kërkoj falje se na si mjek kem kontribu, po e infermierëve dhe studentave. Ka qenë me vullnetin, edhe po m'vjen mirë që ata që kanë fillu fakultetin edhe kanë mbaru me shumë vullnet. Po pjesa që kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë. Një pjesë e madhe që unë e deshta me i propozu në vitën e shqlirimit në gjershor, kur të bëhet, janë edhe një 3-4 doktorat mrekullueshëm të Kaçanikut. Po, unë thash që s'kemi mujtë disa kanë qenë pjesë e ushtrisë, e ndoshta e di. Gradualisht, familja jonë është e madhe dhe ka vend për të gjithë. E di që edhe misionin e kiti jashtëzakonshëm. Përpos familjes si shëndet, familja edhe si pjesë e luftës, që ajo pse erdha me të thonë drejtën, edhe pse të deshta me incizu është që të mbetet dëshmi. Se kur e folum privatisht, aq shumë na i banalizum disa gjona që fillon tani njerëz edhe me hezitu edhe me tregu. Po, e diskutume edhe me zonjën Sadie këtë fenomen. Edhe ai që ka mbetë Prishtinë edhe në Podujev edhe në Pej edhe që nuk ka kontribu në mënyrën direkte. Ai ka kontribu me vetë faktin që ka qëndruar në këtë tokë. Po, një shembull e tregoj edhe doktor Florimi. Çka o konë qëllimi i okupatorit ose është veshpras këtë vend. Absolutisht. E ky vend realisht edhe kthimin i popullatës me 12 qershor, po edhe hyrja në Prishtinë UÇK-s, po atë ditë janë fakte të cilët dëshmojnë se ky popull nuk dorëzohet lehtë. Dhe pas 2000 vjete, 3000 pa doktori, shkojmë edhe para kristiane, po edhe 3000 vjetë, për herë të parë ne frymojmë edhe mundemi me folë edhe me mendu ato që e dojmë. E dojmë edhe ndjejmë për këtë popull. Për këtë arsye ndoshta është ajo pjesë që le të mbetet si dëshmi, se kur kam ndëgju këtë emision, sigurisht që unë edhe me fëmijët e mi nuk e diskutoj shumë. Kanë me thonë pse babi s'ke hol. Këto le të mbeten si dëshmi edhe ata që lufta mund të përsëritet. Edhe mund të kesh majat e botës kudo, po dillit nxjerrin veç në vendin tonë. Shumë e vërtet edhe pikrisht edhe kjo është ajo arsyeja pse na jemi sot këtu. Absolutisht që është një emocion i madh dhe edhe prapa kamerave, kemi taku edhe ma herët me zonjën Sadie dhe çdo herë ka të ndjeshme këtë pjesën, se me siguri lindjet të cilat këtë asistu kanë qenë shpesh ashtë të vështira dhe tu ka dokë sikur as vetë nuk je mjaftueshëm atë sa duhet për shkak të mungesës pajisjeve, gjësendeve në situata ndryshme. Fotografitë që i kam në dorë janë të pakta, por kanë histori të madhe brenda vetes. Derisa zonja Sadie mund të na kujtoj disa prej rasteve më të vështira, sepse më thatë që keni lindë në gra, keni asistuar në male, në shtëpi private, në maternitete që nështë edhe nuk jenë kanë të funksionuar sa duhet për shkak të kushteve. A na kujton pak derisa dhe shikus kanë mundësi me i pa disa prej fotografive të punës tuaj? Unë e thash se lufta për mua, personalisht, ka fillua kur më kanë largu nga puna. Edhe prej aty mandej, do me thonë, unë e kom harru vetë vetën, edhe jo mundua që të merem vetëm me ndihmën popullatës, me mundësit e mija, si mami, si infermiere. Por vështërësit e mdoja që atëherë kur kemi dalë mas nej në teren, edhe kur ka fillu lufta, kur na ishëm në një fshat, tjetëri fshat DJ, tjetëri fshat nesër, tjetëri fshat mbas nesër, prej shpis, kur dilsha prej shpis, unë u përshëndesha dhe unë me familjarti, me prindë e mi mas shumëte, se unë kam qene pa martuar, edhe i thësha, ma bodi hava. Shtu që ka qenë një moment shumë i vështirë, kur kam shku në malet e Berishës, një tend me, kishte qenë tend mirë, po me najlon, edhe gruja prit ke me lind, unë me doktor Halil Kelmendin shkum, lindi, edhe lindi një vajzë.
Edhe asaj vajzës ja vënu në emrin Qëndresa. Doktor Halili tha, sa dije tash është puna jote, mu marrë edhe me gruën edhe me fëmijën, unë e kryva punën teme. Atëherë unë nuk disha a me mbështet nanën apo fëmijën. Edhe atëherë nanës tu i folë mire, tu i thonë që tash ka dole, qysh me i thonë me majtë fëmijën dzeta, me majtë ato, me i thonë me hongër diçka. Shumë a i ka qenë një moment i fështirë. Po ka pas edhe momente tjera të fështira kur na qita në mblac, ajo ka qenë edhe ma të merë. Një lumë afer aty Hekurudhës, kur na kanë qua aty, atëherë unë jam taku me mjek të botës francez, edhe një ekipe mjekve, motrave, nanës Tereza, ata na murën, edhe na tash që aty kemi qëndru një muj, në mblac, i ngritën ato tenda, ka hiprit shumë njerëzit ka veshin, policia në kufe e Macedonis trajtonte shumë keq, na gjujnë të ushqimin, bilem kujtohet një pejimi ka qenë 8 vjeqar, unë e kisha në dorë, edhe kështu shumë me i qitë ata fëmijët një herë, se s'tleshin krejtve me i qitë, edhe i rani pashtetë në dorë, edhe më tha halë, tha pse ma gjujtë këto, unë nuk e ha. Thash halë nëse ha, thash se nuk është problem, thash se shumë shpejt kena me dalë prej këtujt edhe kemi me shku, na pritë një shok i vllaut në Gostiva, në shpe. Po nuk mujtën me më rri, se u shpërndan shumë, ka 2, ka 3, dikush në Gostivar, dikush në fshat tjetër, unë nala në Blac, thash unë nuk shkoj kërkon, thash unë po rri këto. Edhe atëherë aty ka qenë shumë majmuj i vështirë për neve mjekët edhe motra, ka i shohim popullatën duke ardhë aty. Mundoj shumë mi ndihmue, po edhe na i shumë non-stop. Mu lëshu një vajrë, veç lëtojsha, nuk di ashtu vetë. I ndjeri doktor Nazim i meri, a i ka qenë pediatër edhe thot sa dije, thot nas mujna kështu mi ndihmu, e thonë po s'po moj me qëndru. Edhe në atë moment vjen një grue me një fëmi, edhe ajo kishtë qenë me një ten tjetër, ajo kishte qenë motra e doktor Nazimit. Edhe kur e ka kontrolu doktor Nazimin një fëmi, ajo ka shku ka thonë, qëtash edhe nëse më vdek, fëmija jam, masi ma kontrolloj doktor Nazimi, une nuk pe kam dertë. Edhe ajo motra e doktorit ka thonë, qka i të folë, ku doktor Nazimi? Thot, doktor Nazimi ish aty, thot me një motër, thot po pritshin edhe po kontrollojshin. Thot, jo, vlaun ta ma kanë vranë luft. Edhe vjen ajo edhe hinë mrena, unë e thomë, ish rani shumë i madhë, edhe thonë prit në rajë, në zoj se duhet me rani me hy. Tha, oj motër, tha, hiq vish po du me hi me pa ashtë doktor Nazimi. Kur ka hi e ka pa, ju në kapi, ju në përqafë, o vla, a je gjallë. Po, motër, gjallë, jam të te, të qka po banë, thot, kur gjohën e jam aty vish një gru të regoj, unë e s'mujta me besu, se unë e ku marrë informatën që të kanë vrarë. Edhe aty doktor Nazimi shumë i fort, shumë veç e përqafke atë motrën, dhe i sa janali latë, edhe tha, motrës shko tash, tha se une jam këtu me detyrë, tha edhe deri sa të kthehemi në Kosovë, na që të kena me nejtë. Atëhera jo tha, unë më veç ma si të po ashtë tash, ma nuk po mërzitna. Çfarë gëzimi për motrën? Shumë ka qenë për motrën e tina, mandej një rast jenë ardhë 3 pleq, ata kanë qenë të Orlanit, 3 pleq, 3 vjetër, maj vjetëri, 80 diçka vjetë, ka 2 vjetë nërmjet, ishin ka për dore, edhe erdhen, ishin ka të lëndum, edhe tash kur më panë mu e tha, a nuk na i pastron varë doktorja, tash jo, une, po na po ngushtohme, tash s'keni që ka mu ngushtu, e i kom shtim renda, ja u kom ndru ato gaza edhe krejt, edhe tash ata po tregojnë historinë e tyne, që që kanë qitë prej shpia, ishin kapa ata 3 pleq për dore, edhe tha, nuk dina ku i kena familje, tha, vesh na 3 vllaznit jena pështu që to. Qka mi ju thonë? S'kishe qka mi ju thonë. Atëhere, mas një muje, kemi kalu në Stenkovc, se i kallën ato
tendat, ma nuk pranojshin popullat, ato tendat I kalën, e neve na kalunën Stenkos. Atu kemi shku me mjek të botës franqez. Ata na thanë se doni mujna me ndreq dokumentacion edhe me dalë me shku se lufta s'po dihet, apo nalet, apo nalet. Nështë e kishin edhe një provë, me na provu neve, a jemi me nejt, a jemi mu këthy. Na I thamë, do të qëndrojnë këtu deri sa të kthehemi në Kosovë, nuk dojmë kërka me shku. Atëhere, me datën 12, me datë një 2 ditë përpara, na kanë thirë, na kanë marrë një farë trajnimi, thanë që kur të ktheheni në Kosovë, keni me mujt me pa njerëz në për rrugë familjar, po ju s'keni munal se ju jeni tashit me neve dhe veç keni me dhonë shërbim. Ne thamë, nuk është kur farë probleme edhe unë shkova me ju tregu e kisha nanën edhe vlaznëve që po shkoj qështu, se ata ishin në Shkup, se po kthehemi në Kosovë. Vllai I madh më tha I ndjeri edhe tha kush a je botha ti budalla, qysh tha, kush po kthehet në Kosovë? Thash, na po kthehemi një herë, thash tani keni mu kthy edhe jo. Edhe atëherë kemi hyp, krejt kolon ka qenë, ajo ka qenë një lloj edhe krenarie në prej Shkupit kur jemi nis, krejt kolon, gjitha organizatat, edhe bëjshin me, sikur nuse me marrë, bëjshin tyt, edhe kur erdhëm në kufe, e kemi pas një infermiere franqeze, ajo I tha ati shoferit, tha, po ma jep mu me vozit se tash kur t'hinin në Kosovë, adin janë emocione, Ai shoferi tha, jo, tha, unë po hi në vend tem, tha edhe në vdeksha që aty, tha, unë po hi. Në vend tem. Edhe atër kemi hy, kemi ardhë, I kanë pas zyret në Tasligje, kemi shku në Tasligje, na I kanë vesh ato jelekat antiplom me kapuqat edhe tash me dalë në për teren, me shku, me pa, popullata ka kthehet. Ajo ka qenë edhe një të merë shumë I madhë, ka I pajshe, ka kthehen njerëzit, se dike ku shkon e ka, ku me hy, na tashit me ju ndihmu e qka, por paka shumë, kur na pajshin neve, u letojshin. Mandej kom pas një rast dhe reja Ogjësa ka qenë 7 zane dhe une e desha që na qitëm prej shpijave dhe mora një torë të vogël me përgadita me krejt ato qka e desha që është e nevojshme se thësha mos për na lind atje dikun. Edhe ajo torë bë më hupi rrugës se na gjujshin ata në blacë, më hupi mua nuk asi. E kish pas ai djali, do me thonë, djali Agjës, burri asaj nuse, se kish pas marë, po pa muë. Edhe atë kishin shkute vllau im, edhe kanë thonë, sa dia po mungon, po këtu I pas ka përgadit për neve. Kështu që ajo ka lindën Qegran. Pa ty? Pa muë, ka lindën Qegran, ja kanë gjitë emnin Vala. Edhe sot, ajo gjithmonë edhe kur ajo e përmen, edhe ajo është doktoresh, punon në mjekësi familjare, sa herë e përmen të dyja të qojnë. Qështu? Të paktën nëse prezenca ju të sukon, ato shka ju kanë vija, ja këllon. Unë e poshtë derisa flisnit ju, doktor Florimi ishte I prekur vazhdimisht, edhe unë po du pak me shtendosë edhe bisedën se shpesh shpirtin a flet për mes lapsit edhe për mes letrës. Edhe ajo pse ma shumë kom insistu doktor Florimi me qenë sot natyrisht falenderuese për kontributin e familjes tuaj, të andin si djali I ri asaj kohe, po ajo çka mu më pëlqen është kur njerëz e kthejnë në art edhe dhimbjen, sepse edhe loti është art, edhe dhimbja është art, edhe kujtimet mbesin përmes vargjeve. E I thu dikujt që doktor Florimi çdo ditë operon paciente, ndërkohë hin YouTube dhe kërkon doktor Florim Zenullah dhe gjen këngë dedikune për herojnë, për dëshmor, për luftën, për familjarët to, për çdo kënd që te ke ndjen një dhimbje të madhe. Edhe kjo është ndoshta jo shumë e zakonshme, doktor Florim,
por ju dhimbjen tënde si një Kosovar, që atë dhe unë e ke dash dhe herë, që the dhe në fjalin paraprake përveç shëndetësisë, e këthyn vargje, edhe sot je një prej atyre që je mjek, por këngën dhe vargjet i dedikon për ata që i kinë mendje dhe në zemër. Unë si ri, ma shumë jam koni prirur nga letrat, nga shkrimet, nga rilindasit, nga jo pjesa ma shumë i drejtum ka qoshtë e kombëtare. Sot që një kohë në Podijev, pas vrasjes së Aliajetit, një gjeneratët tonë të s'muj me thonë kush i pari i dyti, mirë po, këna bo demonstrat, nuk e këna lon asë një ditë Podijevën pa revolt. Do më thonë, me 10 vetë po e këna bo demonstratën. Ajo ka qenë pisa e dhuntis me shkru, nështë ashtë e lindun, në orën letërore, do më thonë, kam qenë matë zëshmet. Aty në atë ko mund të shfaqshme dhe ato idejt tona se si mund të shliroheshim. Pak kam qenë ma ekstremist se pjesa tjetër edhe nuk e kam dasht që në fillim politikën e rrugos, mirë po, që që ka shkru Zoti, ashtu ka ndodhë dhe ka ndodhë ma mirë si që këna mendu na. Çdo i ketrive në atë kohë nga vendi ka qenë handicap, do më thonë ka një dhembje zemër, një ushtar ma pak. Pastaj ndodhen helmimet, ndodhen gjërat cilat neve si rini na revoltonin dhe kur të kesh një shpirt artisti, ato i qet në letër ose në këngë. Unë kur kam këndu mas pari në shkollën e mesme, por kur në shtëpi kanë dëgju se po këndon, baba jam ka thonë, jo me këndu. Se? Ka qenë kategori kundër, me kalimin e kohës kam këndu me shok, me... Po, edhe... Po i ke rujt kret ato tekste, ato Po, forgje, tekstet interesant i kam rujt. Nuk tash ish problem me i marë në kaset, se s'kesh vend, kasetofon s'kosët, se gjonë. Gjetëm një shok, që i kish një Mercedes vjetër e i fendosëm atë, këna nejtë në vetur 3 orë, me marë atë, mandej fletoret që i kam posë dërë shkrim. Tekstet, po. Njona ka hum një pjesë, do më hum, praktikisht nuk ekzistojnë as 30%, kom pos një dërshkrim, do më ditar të familjes, kështu, edhe jo, mu ka hum për momentin, se kur të gjonë, kur të kishë qef me gjetë, të hum. Dhe dhuntia me shkru, ka qenë me madhe se dëshira për mjekësi. Por mjekësin e ke pas premtim? Për shkak se kejtë pesë që atëherë jo kemi shku mjekësi. Shku me 6 shoku është nga klasa u regjistru mjekësi në atë kohë. Edhe me që ishin kushtet e vështira, ne Sabri Fizullah e këna posë si mik të shpis, edhe më preferon me shku me vazhdu studimin në Tiranë, për shkak të kushteve financiare, për shkak se nuk kishëm mjete, u detyrova të vazhdoj në Prishtinë. Edhe ato këngë metën atë kohë në kohën e luftës, kjo është shumë rëndësi, 2 herë kam marrë nga Llapashtica në Prishtinë, dhe kam taku Gjevdet Gashin edhe Efraim Kastratin, 2 kompozitor, me ndërmjetësim të shkumbin në Kryezivët. Ato tekstet për heroj dhe ato këngë mu jetësu në atë kohë. Mërë me menë, në gati 30 vjetë mas luftës, i këna jetësu, do të thëtë edhe nuk e kanë hup vlerën. Mund nuk po më do këtë që e kanë hup vlerën. Une, kur thash që i ke rujt tekstet, disa dhe i ke shëndru, nështë me vones, po i ke shëndru edhe në muzikë. Atëherë janë bo me muzikë. Atëherë kjo vija muzikore është... është kriju. Atëherë është kriju, krejt. Unë e di që ki shumë tekste, duke fillu edhe nga dashuria që i dedikon, po edhe luftës edhe emrave cilët kanë kontribu shumë. Cilën prej këngëve tua dhe vargjeve që i ke shkru prej shpirtit, na e kështë këndu sot që me ndru vetëm pak atmosferën e kretë saj që flalim deri me tash?
pak jam tip sentimental edhe Akim Ramadonin E pash kur flisnin tjerët, Akim Ramadonin nuk e kam njoft, mi po në emision televizion, për shkak se kur e pash se ishte një figurë që ishte një epror ushtarak, një piktor, një shkrimtar, një njeri shumë dimensional, edhe që kisha orë me vdek për atë dheun, o emocionova atë shumë edhe duke shku të varre Hakifit, të kajt e këmë bëhet këngë. Dhe më thonë, na që kryojmë jem pak emocionale dhe dolem për botës. Doktor Florim, kjo e qëtë atë artin e ju të mbrend shumë, s'ka nësia jem mjek, a i polisa që ka arti flanë mbrenda shpirtit tonë. A mundesh këngën për Akim Ramadanin pak refrenin me na këndu? është në përvargun tënd kam kaluar, për mes pikturash kam shtektuar në një bot, ku syri më nuk sheh, për mes malesh kam shtektuar zërin tënd për ta ndëgjuar, kur me zemër plot Kosovës i them, mu shtershin syt nëse pushoj, lirin tande me ëndrue, malkue qov gjaku im, nëse mvrasin pa luftue. Pikoj gjaku atë kodrin, në sytë e ti mbet një dëshirë, prap me le e prap me ra për lirin. Janë vargje që pa tjetër meritojnë duar të rëkitje. Natyrisht për shikus tanë në fund krejt emisioni do të kemi mundësi të ndëgjojmë edhe një këngë tuaj, Doktor Florim, por është shumë kënaqësi kur e dim që nuk e ke lanë me flejt atë pjesë të artit që e ke pas brenda vetës si fëmijë. Ajo zhu rastësisht me një grup shoksh për shkak se kur këndojmë në për evente. Po në për evente, po në këto grumbullume, ata këngëtarë që janë këngëtarë kanë qef më dëgju mu. Se duk në pak interesant, qysh? Se i doktor na të shohim si doktor ty. Që ka të dëshirë. Ajo i ka ndodhe dhe të madhe të Armend Recep Bagici, kur ka orë në ordinoncën time dhe ma ka bo kongën e parë, tha, leja fëmive, tha se ki zonën, po. Ta shumë në atë ko i tregova që i kam pas disa tekste, disa... Edhe nuk e kam besu që në herë do... Po, edhe me zi ka branu me arë me folë për këtë pjesë, sepse është modest shumë edhe nuk dojke shumë me shpalot. Po, insistova shumë, faleminderit shumë që e pranove këtë pjesë. Natyrisht, unë e kam një grup të mjekve artista që her pasire në këtë ditë të rëndësishme kënoj me bojnë pak atmosferë dhe pse jo të ftojmë prapë. Edhe faleminderit shumë, do të ndëgjojmë edhe një këngë në fund të emisionit. Do doja kështu në minutat e fundit të emisionit shkurt të kaloja të secili nga pak. E di që është shumë e dhimbshme, e di që është shumë e prekshme, por për ndirë të familjes edhe atyre që për na shohin, doktor Agron, unë të doja të ndaja me shikus tonë që sado që ju kontribuat shumë dhe shpëtuat shumë jetë, para dush, po e thamë, vllahën tuaj e morën edhe sa dhe kujtojmë me krenari edhe normalisht familja ti, fëmijët e ti, po që nga njëherë nuk ja dali me tantë. Zoti e din më mirë. Po, kjo ka ndodhë Mitrovica, ta kanë qëndru familje eme. Unë isha në Prishtinë edhe nuk disha kur gjo. Mandej kur ko marrë vetë se kanë marrë pe i banesës, ka qenaj aty, Hakimi Sini, ndjerë, Tupela, hembolisti, repstacionit Kosovës, atër kretë jërë marrë këta. Edhe i kanë që dikun nga të ibrit atje, i kanë ekzekutu. Mas disa... Një vjetë të diçka është gjetë trupi tina, kur kom shku me identifiku, dhe me thonë, ato kom shku me bashkëshorten e ti, edhe e kom pa që e këshin kësi e ka pasën në kafë një vërim, dhe me thonë e kanë ullë, e kanë ekzekutu edhe me qa që ka kësi maru. Aty kanë hinka që të krejtë familja, baba, nona, fëmija ti, bashkëshortja, kur e kanë marrë pe banesës edhe i kanë qu aty ku i kanë ekzekutu. E tash ajo është mesin aty në martirve në Mitrovici, Vorosën.
Ajo ka ndodhë 1 orë mas jo bo në nshkrimi i Marveshës. dorëzimit të Luft. kryes e luftës i kanë marrë. Kanë shku të maskume dhe qëto. Fatmirësisht kalon fëmijë mrapa vetës. Po kalon fëmijë, ka tash 5 mese, 3 nipa. Mashallah. Fëmija janë mirë, punojnë gjithë, njeni është jashtë në Gjermani, këta tjerë të jënë këtu, Po. po mirë, Do të jeta thënë- po vazhdekja. Absolutisht jeta vazhdan, unë edhe natyrisht që për kretë këto të mira që i ke dhënë popullit, do doja shumë ta shijoje pensionimin, ta shijoje kohën tonë dhe si gjësh me nipa e mbesa që të ka falë Zoti. E natyrisht nipat e mbesa të kanë nderin me ndëgju, po e thamë kushtimisht prallat ma reale që gjyshi mundet mja u tregu, sepse kjo ka qenë një histori që ti e mbartë mbi supe dhe që ndoshta je modest edhe shumë sene nuk kemi mri për shkak minutazhes me tregu, por unë jam shumë e lumtur që bashkë me kretë juve ndava në një ditë të rëndësishme siç është dita e pavarësisë Kosovës, një histori kaq ndihshme, e një kontribut kaq të Neve madh. në vjen mirë. Kështu që ta shijosh pensionimin, e unë Falderit. unë uroj që krejta të mira që i ke bo popullit sot të kthehen në fëmijë në nipa në mbesa. Falderit shumë. Faleminderit juve i nderuar. Do doja kështu gradualisht në të drejtë mbylljes, e di që ka shumë çka për me thonë, po do doja të ndaje diçka të shkurt, zonja Fetije. E di se dhimbja është ajo që të përcjell, po ka pas edhe momente kur ke thonë o Zot ja dola edhe bravo për veten, për kolegët. A kina i këse momenti që e kujton? Kisha fillu me, mas pari me të shfrytëzoj rastin me i falenderu familjet. Po. Pari ato familje që në ato kushte shumë të rënda, kur shkojshëm si ekipe, mene me mend, në si ekipe në me ju ndimu, ata e kishin ditën me i pregadit ushqim ushtarve. Po. Edhe prej asaj pjese që kishin sa familje, sa fëmi, sa antartë familjes gjithë bashkë, në ndajshin neve bukën me në dhonë. Ato si haroj kur edhe i falenderoj publikisht gjitha ato familje mos t'i ceku me emna në përfshatra. Paqin shëndet e paqin jetë me nipa me mbesa, me gjenerata të reja. Falenderoj edhe gjitha ata ushtar, gjitha ata kuadro personel, kolegët mija, mjeke, infermjerët, teknik, profileve ndryshme, që me të vërtet që tha edhe të gjithë e cekëm se sa kanë kontribu në mënyra si ju ka dhonë mundësia. Falenderoj familjen në Kërqov, familjen Aslani që i ka srehu, familjen tem i kanë majtë si me pas ma mirë se kushtet këto, sidomos vajzën tem që e kanë rritë 3 muaj ditë pa mu, buri ka metën në Kosovë me printe vetë për shkak gjendjes tyne s'ka mujtë mi marë, edhe a i tha largomi fëmin për mu mjaftan, unë e thari me printe mi me vlaon. Me mira që jëm di kur ka ardha i shefi i organizatës sa veta pregadituni nesër, po shkojmë, jo nesër, më falni, për disa ditë sa pregadit një material krejta se po hymë Kosovë. Kur më ka thonë po hymë Kosovë, o zot, tash, është e vërtet, na me hynë Kosovë, tha po. Tash po në atë partë kemi hy, Macedoni me pregadit kampin, me themelu kampin për pritjen e refugjatëve. Tha na, me 11 qershor na po hymë Kosovë. Atëherë ka qenë ajo, s'po di me përshkru momentin, u mbledhëm gjithë që ka ishëm na kolektive, ekipe që shku, na përshkojmë Kosovë. Kur jemi nisë me anë Kosovë, kemi hypë të një familje, njëherë 5 mëngjezit mrim, rrugës për Ferizaj, ato kurkat, tankona me mrena në automjete. Thanë deri sa të thojmë na medaljo, hynë me një fshat pak ushtrim në për batani u pështjellëm, edhe hynëm të një familje, thanë që tu keni me bujt krejtjo, jo një arme na shpëtu, na qka kemi mbi jetu jemi qëto, edhe na kanë pregadit në qato kushte, ajo e zoja shpisa, kalëgjëm të ti pak ma e jona, qka me ju bo këtyne tha që na pështun këtat natës, me ju bo me hongër, s'kena tha mesh, tha shaki mile uj, tha po,
Thash një krelan me duqa. Mare, tha, krelan me duqa. Thash, na kishëm... Tradicionale. Po, kishëm e veti ushqim. Kishëm ma rezerva djathe, artikuj tjerë ushqimor. Thash, ti bëne, e murëm bashkë me ta një shporet madhë në barë, e pjekëm, po le që su hongër, ata ndërkomtarët krejt që ka ishin në atë kolon, kur hymë në Kosovë. Edhe doktor Vane. Ajo, atë që u knaq, ajo e zoja shpis që u ndonë të knaqën me atë darkë. Po. Gjithë na. Që përmen këllonën. Kosovës. Sa mirë. Edhe me të vërtet edhe familjen, tash nga Kërqova familja Aslani që kanë strehu familjen tonë, nuk e harroj kur. Edhe kur erdhëm Kosovë, tha, po më thonë shko me pa familjen, burin edhe prind. Shkova, u takova, fatmirësisht, ata na pritëshin se hala ishin ushtria ruse që kishin hynë Prishtinë. Tha në është rrezik, mund është me marë burin me veti ose familjar mi marë. Buri tha, kemi qëndru deri tash këtu, ti tha vazhdo misionin tënë, tha falenderoj atyne, na ju falenderojmë, tha dhe gjithë atyne ushtarve që kanë në mënyra ndryshme kanë kontribun nga vendet e tyne, na këtu që kemi qenë jemi mundu njeni tjetrit mi ndihmu, edhe ajo ka qenë momenti i papërshkruan kur imi hy, të gjithë mandejna për ato rjeta tendave të kampit, atë kujtojt kur shkum, dulën shqiptarët, po këthemi në Kosovë, i kemi edhe ato fotografi, ajo ka qenë për mu një krenari që u këthym prap me kontribu në Kosovë, se s'besojshëm për një kohë. Zonja Sadia, dhe ti një kujtim të shkur, diçka prej kësaj sfide, deri të shlirimi. Dhe jemi në minutat e fundit. Po, për mos mu vonue, vetëm edhe une i kësha falenderu e të gjitha ato familje në Macedoni që na kanë prit familje tona, posa qeresht familjen që më ka prit muë. Se une në Blac mbeta vetë, mandej na qetën edhe aty, edhe mu më hupi familja, nana, vllaznit, mipa, mesa, s'disha ku janë, edhe kur me autobusa na kanë qu në Dibër, aty në Dibër ka arë një djallë, Adem Ipqe, që e falenderoj shumë. Ajo është sot në rendin e vllaznive të mi. Edhe thot, unë nuk ka mundësi shumë, thote nuk muj me marë familjet madhe, po masi ti ko ke vetëm po të marë ty. Edhe kom shku atje, kur kom shku në shpinë e tyne në Dibër, nana e tyne, edhe ajo nana i kish pas 2 djem, i kish pas jetima, edhe i kish rrit, do me thonë i kish vdek buri, tham i kom rrit 2 djem jetima, kur kom hion e mrena, thuja se e ka dit kush jam unë e krejt, tha hajde sa di bi, tha se s'kom bi. Tha prej sodit je bia jem. Sa mire, ke fitu edhe një familje, zonja Sadi. Edhe kështu une qëndrova aty për 5 dit. Mas 5 dit e Ademi dule dhe i lypi familjen tem edhe i gjetit nanën, vllaznit, gjithë i gjeti. Nanën ma pruni aty prej Ohrit, edhe nuk më tregoj mu e heq, veç ka shku e ka gjetë nanën, familjen ku nana i zhvendosë në Ohër, edhe e pruni aty në Dibër, tha do t'jeni, do t'reni këto, tha te na do t'reni, sa do t'zgjatë, tha nuk dihet lufta, tha po këto do t'reni. Atëhere, masi e gjeta unë nanën, atëherë mu hek pak që një barë, me vllaznit kontaktu më në telefon, edhe vllai madh tha duheni gjysë qysh me arë në gostivar, mos të rrim shkep. Atëherë vllau i Ademit, burimi, sot është në Amerikë, a i ka hyp në autobus, tha jo nuk ju lo vetë, e ka qenë i ri, 18 vjeqar, po tha nuk ju lo vetë, kemi hyp, kemi shku, tha dej sa takoj me vllaun, na ka taku me vllaun, atëhere unë e kum lo nanën të vllau, edhe jo ndalë, jo ardhë në Blac, edhe kom vazhdu punën, edhe prej aty mande jemi këthy në Kosovë, kështu që, dhe me thonë, ka pas shumë sfida, ka pas shumë mërzi, ka pas shumë latë, ka pas shumë mos besim që nuk do të bëhet mirë, po prapë, shqyqër falë Zotit u bo mirë, erdhëm në Kosovë,
edhe familjarët, mandej një nga një erdhen në Kosovë, unë 2 javë, mandej si kompasës në Ishe në mision, mjek të botës me dalë prej shtëpisë aty. Edhe kur jam kthy mas 2 javë, i kom gjetë gjithë familjarët, kështu që Farfate. në shtëpinë ku na kemi qenë, kishin ardhur prej një fshatit Podujevës, të Gërdovsit, i kishin përru aty, edhe ka najtë në shpiton, edhe kështu që ata kur e kanë ditë që është shtëpia e jonë, e babës temë, Nazif Lalloshit, a i ka thonë, po këta e ndajt e mi, edhe ka thonë, kur u konë lufta në Jugoslavi, thotë, ata kanë ardhur te na, e sot na pas me ardhur këtu, edhe nuk mos gabonit ju mungon diçka kur të kthehen ata. Do të thonë ai ka mendu ashtu edhe kur jemi ardhur na, ata kanë shku në shtëpi vet, na kemi ardhur aty. Këto janë momente shumë edhe të dëmshme, edhe të gëzueshme, edhe me emocione të përzime. Fal Zotit tash e kemi lirinë edhe gjenerata tjetër besoj ka me pas ma letë se na. Me vazhdu edhe me punu. Edhe ju edhe pak punoni, edhe pak kur dilin penzi, ta urejt njëjtin urim, si zonja së ti, doktor Agroni, ta shijash pensionimin, edhe ta shijash në mënyrë më të plotë mos me nife. Edhe një vetë, shijoj edhe këtë vetë. Doktor Valdet, për fund diçka shkurt lutna. Po, shumë shkurt, realisht unë kur u kthym prej Stankovecit, nuk e ndërprem punën, po fillum. Domon aty ke fillimi, e vazhdum rindërtimin e Kosovës, unë kom fitu specializimin në Holland, edhe ju më kthy mas 3 muaj dite, se lypshin mjektri, se fillun me na qujt ata që ikin një në tradhtar, edhe unë e kom lanë kirurgjim plastike në fakt në Utrecht, Hollandës, ju marrë kom bo reforma në Ministrisë Shëndetësisë bashkë me Zojen Fetije, kom punu mi 15 vjetë, pastaj kom qenë edhe në misione tjera, po kam doktoru, jam profesor në fakultet, edhe unë rini zakonisht që i dëshiroj është që nëpërmjet shkollimit dhe arsimimit ta dojnë ma shumë atë dhe jonë. Dhe je drejtor, mos të harrojmë, drejtori qendrës së kryesorit tash si profesor për jep një këshill për pa diskutim, derisa kam jetë, unë do të kontriboj, kjo do të letë shërbej edhe si shtytje për fëmijët e mi, për edhe studentat që veni duhet deri në momentin kur shkojmë në qiell. Absolut. Madje, doktor Valdeti e ka pas edhe si kërkesë shtu publike që koha e pensionimit të shtyhet deri sa kemi shëndet. Nuk duhet me qenë një kufizim. Realisht kjo ka qenë kërkesë publike për gjitha partitë politike që 68 ose 70, unë e kam punu për mena disa në mision, për Amerikan dhe Angles nuk ka mosh pensionimi. Për mjek dhe profesorat e fakultetit, domon kjo ka qenë publike, po besoj që realizohet, e vetë fakti se ne po pensionohemi, edhe unë e mrena 5 vitesh në pension. Domon e përmeni edhe kryetari Odës, doktor Pleurati, që 1600 mjek na shkojnë pension mrena kësaj periudhe shumë shkurt, 5 vjeçare, ne duhet me gjetë një solucion. O me marë mjek nga jashtë, nga shtetet afrikane, aziatike, o shtrim moshën e pensionimit. Gjithmonë po flasim për ata që janë të gatshëm ose me punu, po edhe në fakt që janë të shëndetshëm për me punu. Absolutisht që po. Profesorët kryesor, edhe pse gëzojnë një shëndet shumë të mirë, kanë dalë në penzion, unë mendoj që kanë dalë në penzion të parakohshëm. Nuk mund të përdoren kriteret e njëjta si në shëndetësi, si në lamit tjera, kanë shtin ligje njëjtë si pjesën administratës, si mjekun. Kirurgu nuk del në penzion. Kirurgu po si dridhën durët, ai duhet punoj. Anesteziologu nuk del në penzion. Do më thonë, po... 40 vjetë dhe një moment i më nuk je... është jashtëzakonisht është pak handicap për neve. Pse nuk e kemë, për shembull profesor Nasir Saliun, profesor Gazben Kaçanikun, profesor Kelmen Spahiun, do më thonë veç të pakten 2 orë në ditë një konsultim një herë në javë. Po. Me gjithë unë jetoj me parime që i duhet me shiju pensionimin. Ata që dojnë. Po kirurgu edhe mjeku që e sfidon vetën edhe do më thonë të njetën ja falë shëndetësisë, nuk ka penzion. Po, e kuptoj. Edhe do ta bëjmë edhe ndoshta një tjetër intervistë
në këtë Do konotacion. shta sigurimi shëndetësor, mungesat, cilësimi i pagesave si për mjek, si për njëjt me punëtorët administratës, për shembull, nëse Doktor Valdeti i kryen 30 intervenime kirurgjike, e unë i kryj 2, ky pagën njëjtë me mu, po ku ka... Që kjo është një dhimbje tjetër, doktor Flem, që do ta diskutojmë një tjetër. Sot po flasim për një kontribut tjetër, se që mu më duhet me ta ndërprek të vjetë, Jo, nuk hiç po se s'mendoj. kemi kalu edhe kohën. Unë faleminderit ju them të gjithve dhe jam shumë e nderuar që ju pata, edhe që përmes juve që ishit zani shumë kolegëve t'juj, mjek, infermiere, mami, u mundum të rikujtojmë disa momente krenarie, emocionale, dhimbje, të lumtura me emocione të përzira. Padyshim, gjithmonë kam një derë të hapur për juve, për këtë çka keni bë, edhe gjithmonë jam shumë e lumtur edhe nderune me ju pas në studion time, kështu që ju falenderoj secilit prej juve për kohën, për fjalët, për kujtimet që ndat me neve. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. S'po thom që jemi rekollushme se televizion po dohet me dhënë. Thu jem është s'ka gajnë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po zonja Dhe dita pavarësisë, Faleminderit. Kosovës, fal ushtrisë, fal gjithë kontributit popullatës, jemi sot e gëzojmë këtë pavarësi. Dhe fal juve. Faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit shumë. Në unë për me falenderu qytetarët tonë, mas mirëti, edhe m'ja uru festën e ditës së pavarësisë së Kosovës, edhe që me u plotësu krejt ato çka ende ka për të punuar, siç nise me i thonë edhe ju edhe doktor Valdeti, i kisha përshëndetje, i kisha mbyll këtë emision me një këngë të doktor Florim Zenullaj, i cili ditën është doktor edhe shumë i kërkuar dhe pas ditën në YouTube mund ta kërkojmë dhe të gjejmë një mori këngësh tuaja. Kështu që cilën do këngë që e përzgjedh, ne do të largohemi nga skena, ta lëmë skenën ty, doktor Florim, që ta këndosh një prej këngëve tuaja që i përket kohës viteve të 90-ta. Faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit. Faleminderit.